I ve dhe i zbrazur, milioneri veç se kishte hequr dorë. Sa një vajzë e varfër I tërhoqi krahun. Nuk kërkoi asgjë, vetëm tha, eja të shohësh. E çoi drejt së pamendueshmes. Përpara se të vazhdojmë, komentoni këtu poshtë cila pjesë e kësaj historie ju ka prekur më shumë në zemër deri tani. Pjesëmarrja juaj është ajo që e bën këtë kanal të rritet. Dhe përfitoni nga rasti të abonohuni, sepse fundi I kësaj historie ka një kthes aq të madhe sa as telenovelat nuk do të guxonin ta tregonin. Për 7 vjet Daniel Berisha jetoi si një njeri I ndarë më dysh. Gjysma e tij vazhdonte të merrte frymë, të përmbushte detyrimet, të firmoste dokumente kur ishte e nevojshme. Gjysma tjetër ishte varrosur bashkë me shpresën, atë natë shtatori që ai nuk do ta harronte kurrë. Njerëzit që e njihnin para ngjarjes thoshin se Danieli ishte një tjetër njeri. Biznesmen I respektuar në Tiranë, pronar I një kompanie ndërtimi që ngrinte pallate në të gjithë Shqipërinë, ai gjithmonë ishte njohur për energjinë ngjitse, për buzëqeshjen e lehtë dhe për bujarinë me të cilën trajtonte punonjësit dhe partnerët. Por e gjithë kjo vdiq bashkë me Marinën. Ose të paktën kështu besonin të gjithë. Marina Berisha u zhduk një të martë me shi. Doli nga shtëpia duke thënë se do të zgjidhte një çështje urgjente në qendër të qytetit dhe nuk u kthye më kurrë. Makina e saj u gjet 3 ditë më vonë, e braktisur në një parking pranë pazarit të ri. Çelësat ishin në ndezje. Çanta e hedhur në sediljen e pasagjerit. Celulari I fikur ishte brenda në çantë. Asnjë shenjë dhune. Asnjë letër. Asnjë shpjegim. Vetëm zbrazëtia shurdhuese e një mungese pa kuptim. Danieli e ktheu Tiranën përmbys. Angazhoi hetues privat, ofroi shpërblime, doli në emisione televizive, shpërndau postera në çdo cep të qytetit. Për muaj me radhë, ai nuk flinte më shumë se 3 orë në natë. Zgjohej në mes të natës me zemrën që I rrite fort, duke imagjinuar se kishte dëgjuar zërin e saj duke e thirrur në emër. Por ishte gjithmonë heshtja. Gjithmonë njehonën e zbrazët të shtëpisë që dikur ishte plot jetë. Policia hetoi. E mori në pyetje Danielin më shumë se një herë. Bën ekspertizë në makinë, në rrobat e tij, në llogaritë bankare. Disa hetues e shikonin me atë dyshimin e fshehur, sikur po prisnin momentin e duhur për të provuar se ai dinte diçka. Por nuk kishte asgjë. Asnjë provë krimi. Asnjë trup. Asnjë përfundim. Vetëm teori që nuk çonin askund. Me kalimin e kohës, rasti u ftohë. Njerëzit pushuan së pyeturi. Gazetat pushuan së publikuari. Jeta vazhdoi për të gjithë, përveç Danielit. Ai I dorëzoi administrimin e kompanisë së ndërtimit Besnik Gjonit, ortakut të tij prej shumë vitesh, dhe filloi të jetonte si një fantazm brenda jetës së tij. Vila në lagjen e liçenit, që dikur priste miq për barbekju të dielave, u bë një vend I heshtur dhe I errët. Perdet qëndronin të mbyllura. Kopshti, dikur I patëmet, filloi të rritej pa kontroll. Njerëzit që kalonin në rrugë komentonin me zë të ulët për njeriu që kishte humbur gjithçka. Por Danieli nuk kishte humbur gjithçka. Ai kishte humbur Marinën. Dhe kjo ishte më shumë se gjithçka. Çdo të premte, pa munguar kurrë, ai shkonte me makinë në një truall të lirë në zonën e Astirit, në periferi të Tiranës. Ishte një vend I harruar, I rrethuar nga shtëpi të thjeshta, rrugë të pasfaltuara dhe bimësi që rritej pa kontroll. Aty, në një cep specifik pranë një peme të vjetër dhe të përdredhur, Danieli qëndronte në këmbë për orë të tëra. Nuk kishte varr. Nuk kishte pllak varri. Nuk kishte asgjë përveç dheut të ngjeshur dhe barit të thatë. Por ai ndjente se Marina ishte aty. Nuk dinte ta shpjegonte. Ndoshta ishte thjesht nevoja për të pasur një vend ku të shkonte, një pikë fikse ku mund të depozitonte dhimbjen që mbante. Ai sillte lule. Bisedonte me heshtjen. Kërkonte falje për gjëra që as nuk e dinte nëse I kishte bërë. Rjetonte mendërisht çdo detaj të asaj jave të fundit para zhdukjes. Ishte grindur me Marinën natën e mëparshme. Një zëng e kotë përpara. Për rinovime në shtëpi, për gjëra që tani dukeshin aq të parëndësishme sa I vinte turp që u kishte dhënë rëndësi. Po ta dinte se ajo do të ishte biseda e fundit, do t'i kishte thënë se e donte. Do ta kishte përqafuar më fort. Do të kishte këmbëngulur që ajo të mos dilte vetëm atë ditë. Por ai nuk e dinte. Dhe tani mbante peshën e të gjitha fjalëve të pathëna.
Reputacioni i Danielit u gërrye pak nga pak. Disa miq të vjetër u larguan. Familja e Marinës nuk e fali kur plotësisht, edhe pa prova se ai kishte lidhje me zhdukjen. Vështrime dyshuese e ndiqnin kudo. Në takimet të rralla shoqërore ku ishte i detyruar të merrte pjesë, bisedat vdisnin kur ai afrohej. Ai u bë njeriu i shënuar nga tragjedia, i vejuar i pa trup për të varrosur, i dyshuar i përjetshëm që nuk do të gjykohej kurrë sepse nuk kishte krim të provuar. Besnik Gjoni, ortaku që mori përsipër kompaninë e ndërtimit, e vizitonte Danielin her pas here. I sillte dokumente për të firmosur, raporte për punimet në vazhdim, përpiqej të niste biseda për projekte të ardhshme. Por Danieli mezi i shikonte letrat. Firmoste aty ku duhej dhe kthehej në heshtjen e tij. Besniku këmbëngulte se ai duhej të kthehej në jetë, se Marina nuk do të donte ta shite në atë gjendje. Por si mund ta dinte ai se çfarë donte Marina? Ajo ishte zhdukur pa lënë gjurmë, pa shpjegim, pa lamtumir. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në rrugicat e harruara të Laprakës, një vajzë 11 vjeçare vëzhgonte botën me sy që dukej se kishin parë shumë më tepër për moshën e saj. Besa ishte e imët, me flokë të zinj gjithmonë të shpupurishur, rroba të vjetra që ishin shumë të mëdha për trupin e saj të vogël. Jetonte me gjyshen në një shtëpis druri që më shumë i ngjante një shtese të ndërtuar keq, në një rrugicë ku pak makina arrinin të hynin. Nëna e Besës ishte zhdukur kur ajo ishte vetëm 5 vjeç. Doli për të punuar në një fabrikë qepjeje dhe nuk u kthye më kurrë. Asnjë shpjegim, asnjë lamtumir, vetëm zbrazëtia. Besa u rrit duke e ditur se bota fshite sekrete që të rriturit shtiresheshin se nuk i shihnin. Mësoi të vëzhgonte. Tu kushtonte vëmendje detajeve që kalonin pa u vënë re. Të besonte në instinktet e saj kur diçka nuk kishte kuptim. Dhe kështu filloi të vinte re lëvizje të çuditshme pranë një rënoje të braktisur, pak bloqe larg vendit ku jetonte. Ishte një ndërtesë e vjetër që nuk ishte përfunduar kurrë. Muret ishin me tulla të ekspozuara, dritaret nuk kishin xhama, çatia ishte shembur në disa vende. Të gjithë shmangnin të kalonin pranë saj pas errësirës. Thoshin se ishte e rrezikshme, se mund të shembej në çdo moment, se kishte njerëz që e përdornin vendin për gjëra të gabuara. Por Besa nuk kishte frikë. Ajo kishte kureshtje. Dhe ishte kjo kureshtje që e bëri të kuptonte se diçka po ndodhte aty. Filloi me detaje të vogla. Mbetje ushqimi që shfaqeshin të hedhura pranë hyrjes. Shishe ujë bosh që nuk ishin aty një ditë më parë. Gjurmë gomash të freskëta në një vend ku pothuajse askush nuk kalonte me makinë. Dhe pastaj, një natë kur nuk e zinte gjumi nga vapa, Besa dëgjoi një zhurmë që vinte nga ai drejtim. Një zhurmë e mbytur, sikur dikush po godiste diçka ose po përpiqej të bërtiste me gojën e mbyllur. Ajo u ngrit nga shtrati, doli nga dritarja e dhomës pa bërë zhurmë për të mos zgjuar gjyshen, dhe eci nëpër rrugët e shkreta derisa arriti pranë rënojës. U fsheh pas një muri betoni, duke vëzhguar. Hëna ishte pothuajse e plot, duke ndriçuar terrenin me një dritë të zbehtë dhe fantazmagorike. Atëherë e pa. Një burr që dilte nga brenda ndërtesës së braktisur. Ai mbante një qese plastike, shikonte anash me nervozizëm, hipi në një makinë të vjetër dhe u largua me shpejtësi. Besa priti derisa u sigurua se ai ishte larguar. Pastaj u afrua ngadalë. Zemra i rrite fort në gjoks. Ajo e dinte se duhej të kthehej në shtëpi. E dinte se po bënte diçka të rrezikshme. Por diçka më e fortë e tërhiqte përpara. Ndoshta ishte kujtimi i nënës. Ndoshta ishte thjesht ndjenja se aty kishte dikë që kishte nevojë për ndihmë. Ajo hyri në rënojë. Era ishte e tmerrshme. Myk, urin, diçka e kalbur që nuk arrinte ta identifikonte. Eci mes rënojave, duke ndriçuar rrugën me dritën e dobët të celularit që ja kishte dhuruar gjyshja. Në fund të ndërtesës, aty ku dikur duhej të ishte bodrumi, ajo pa një vrim në tokë të mbuluar me dërasa të vjetra dhe gjethe të thata. Dhe e dëgjoi përsëri. Atë zhurmën e mbytur. Si një rënkim. Besa mbeti e paralizuar. E dinte se duhej të ikte. E dinte se duhej të kërkonte ndihmë. Por kujt? Policia nuk e merrte kurrë seriozisht atë që ndodhte në atë lagje. Fqinjet kishin frikë të përfshiheshin. Dhe ajo ishte vetëm një fëmijë. Kush do ta besonte?
Atëherë ju kujtua burri që shite çdo të premte në truallin e lirë pranë shkollës. Besa kalonte andej kur kthehej nga mësimi. Gjithmonë shite të njëjtin burr të ndalur në të njëjtin vend. Me kostum të errët, flokë të thinjur, vështrim të humbur. Ai qëndronte aty. Për orë të tëra, sikur po vizitonte dikë. Por aty nuk kishte asgjë. Vetëm dhe e barë. E kishte pyetur një herë gjyshen se kush ishte ai burr. Gjyshja kishte pëshertir thellë dhe i kishte thënë se ishte Daniel Berisha, një biznesmen i pasur që kishte humbur gruan. Se ai shkonte aty sepse mendonin se gruaja e tij ishte varrosur në atë vend. Por nuk kishin gjetur kurrë asgjë. Besa nuk e dinte pse, por ndjeu se duhej të fliste me të. Ndoshta sepse edhe ai e njihte dhimbjen e humbjes së dikujt. Ndoshta sepse ai dukej si tipi i njeriut që nuk do ta injoronte atë që ajo kishte për të thënë. Ose ndoshta ishte thjesht instinkt. Ai zëri i brendshëm që i thoshte se ai ishte i vetmi person që do ta kuptonte. Të premten tjetër, Besa nuk shkoi direkt në shtëpi pas mësimit. Pritit pranë truallit të lirë derisa pa makinën e Danielit të parkonte në rrugën e pasfaltuar. E pa të zbriste, të ecte drejt vendit të zakonshëm, të qëndronte aty me një tufë lulesh të bardha në duar. Pritit edhe disa minuta. Mori frymë thellë. Dhe pastaj eci drejt tij. Danieli ishte aq i humbur në mendimet e tij sa nuk e vuri re vajzën që po afrohej derisa ajo ishte shumë pranë. Kur më në fund uli kokën dhe pa Besën të ndalur pranë tij, duke rrudhur ballin me atë vështrimin serioz për një fëmijë, ai ndjeu një bezdi. Nuk donte shoqëri. Nuk donte bisedë. Vetëm donte të qëndronte aty, vetëm me dhimbjen e tij. Besa, zëri i saj ishte i hollë por i prerë, tha vetëm një fjali. Një fjali që bëri zemrën e Danielit të ndalonte për një sekondë. Unë pash një grua. Të gjallë. Të ngjashme me foton që del në gazet her pas here. Gruan që ju kërkoni. Danieli e shikoi sikur ta kishte goditur rrufeja. Frymëmarrja i u bllokua në fy. Për një moment nuk arriti të fliste. Kur më në fund gjeti zërin, ai doli i ngjirur, pothuajse një pëshpërim. Çfarë the? Besa e përsëriti. Unë pash një grua. Ajo është në një vend të keq. Në një grov. Ajo është gjallë por është shumë keq. Dhe ajo i ngjan gruas suaj. Danieli ndjeu këmbët t'i dridheshin. U gjunjëzua për të qenë në lartësinë e vajzës. I kapi supet e saj me duar që i dridheshin. Është e vërtet? Je e sigurt për atë që thua? Mos luaj me mua, të lutem. Besa nuk e largoi vështrimin. Unë nuk gënjej për këto gjëra. Unë e di ku është. Mund t'ju çoj atje. Reagimi i parë i Danielit ishte mosbesimi. Si mund të ishte e vërtet? Pas 7 vjetësh? Pas gjithë kërkimit, gjithë hetimeve, gjithë rrugëve pa krye? Dhe për më tepër një fëmijë i panjohur që shfaqej nga hiçi me këtë informacion? Duhej të ishte gënjeshtër. Duhej të ishte dikush që përpiqej të përfitonte nga dhimbja e tij. Ose më keq, një lloj kurthi. Por kur e shikoi thellë në sytë e Besës, pa diçka që e bëri të hezitonte. Nuk ishte ligësi. Nuk ishte gënjeshtër. Ishte e vërteta e zhveshur. E njëjta e vërtetë që ai mbante në gjoks çdo ditë. E vërteta e dikujt që njeh dhimbjen e humbjes së dikujt pa shpjegim. Ai u ngrit. Shikoi përreth. Shikoi përsëri vajzën. Arsyeja i bërtiste se kjo ishte çmenduri. Por diçka më e thellë, diçka që ai kishte provuar ta varroste bashkë me shpresën, filloi të zgjohej brenda tij. Po sikur të ishte e vërtetë? Po sikur Marina të ishte gjallë? Po sikur këto 7 vjet vuajtje të mund të kishin një fund tjetër? Danieli mori frymë thellë. Më ço atje. Tani. Besa tundi kokën. Filloi të ecte dhe Danieli e ndoqi. Ata kaluan rrugë ku ai nuk kishte shkelur kurrë, hynë në rrugica të ngushta ku asfalti i linte vendin dhe u të ngjeshur, kaluan pranë shtëpive të thjeshta ku fëmijët luanin në rrugë dhe gratë shtrinin rrobat në tel. Sa më shumë largoheshin nga qendra e Tiranës, aq më shumë ndryshonte peizazhi. Ndërtimet bëheshin më të pasigurta. Rrugët më me gropa. Ndjenja e braktisjes më intensive. Danieli ndjente zemrën t'i rrite gjithnjë e më fort.
Me çdo hap, shpresa dhe frika bënin një luftë brenda tij. Shpresa se Marina ishte gjallë. Frika nga ajo që mund të gjente. Frika se po e mashtronin. Frika se, edhe nëse ishte e vërtet, ajo nuk do të ishte më e njëjta person që ai njihte. Ata ecën për gati gjysmë ore derisa arritën te rënoja. Besa u ndal përballë ndërtesës së braktisur dhe tregoi me gisht. Është këtu. Aty brenda. Në fund. Danieli shikoi ndërtesën. Vendi ishte i frikshëm. Mure të zhveshura, dritare bosh si sy të vdekur, rënoja të shpërndara kudo. Ndiu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Por nuk mund të ndalonte tani. Duhej ta dinte. Ata hyn bashk. Besa ndriçoi rrugën me dritën e celularit. Danieli përdori gjithashtu elektrikun e celularit të tij. Era ishte e padurueshme. Ai mbuloi hundën me mëngën e këmishës dhe vazhdoi të ecte. Kur arritën në bodrum, Besa tregoi me gisht vrimën e mbuluar me dërrasa. Është aty poshtë. Danieli u afrua. U gjunjëzua. Me duar që i dridheshin, filloi të largonte dërrasat. Ishin të rënda, të pista, të mbuluara me myshk. Kur më në fund arriti të hapte hapësirë të mjaftueshme, drejtoi elektrikun brenda. Dhe pa. Një grua. E shtrirë në dyshemen prej dheu. Shumë e dobët. E pist. Flokët e ngatëruar i mbulonin një pjesë të fytyrës. Rroba të grisura. E palvizshme. Por e gjallë. Danieli ndjeu botën të rrotulloi. Lotët filluan të binin para se ai të mund të përpunonte atë që po shite. Zbriti në grop pa menduar, pa u shqetësuar për papastërtinë apo rrezikun. U gjunjëzua pranë gruas. I largoi flokët nga fytyra me kujdes. Dhe e njohu. Ishte Marina. Ajo ishte pa ndjenja. Frymëmarrja e dobët. Trupi i ftohtë. Por ishte gjallë. Danieli e mori në krah. Ndjeu peshën shumë të lehtë të trupit të saj. Qau siç nuk kishte qarë prej vitesh. Besa zbriti gjithashtu dhe ndihmoi ta shtynte Marinën lart ndërsa Danieli u ngjit i pari. Kur më në fund arritën ta nxirrnin nga gropa, Danieli e mbajti në krah sikur të ishte prej qelçi. Duhet ta çojmë në spital. Tani. Besa tundi kokën. Ata dolën me vrap nga rënoja. Danieli e vendosi Marinën në sediljen e pasme të makinës me gjithë kujdesin e botës. Besa hyri bashkë me të për t'i mbajtur kokën. Danieli i dha makinës sikur më parë në jetë, duke kaluar semaforet me të kuqe, duke u rënë borive makinave që t'i hapnin rrugë, zemra gati sa nuk i shpërtheu në gjoks. Kur arritën në qendrën spitalore universitare Nën Tereza Qsut, ai frenoi ashpër në derën e urgjencës. Zbriti duke bërtitur për ndihmë. Infermierët erdhën me vrap me një barel. E vendosën Marinën mbi të. Ajo ishte ende pa ndjenja. Danieli i mbajti dorën ndërsa vraponin nëpër korridore. Një mjek u ndal përballë tij. Jeni familjar? Jam burri i saj. Prej sa kohësh është kështu? 7 vjet. Ajo u zhduk 7 vjet më parë. Mjeku e shikoi sikur nuk e kuptoi. Si kështu 7 vjet? Danieli nuk kishte kohë për të shpjeguar. Vetëm duhej që ta shpëtonin. Ju lutem. Bëni çfarë të duhet. Ajo duhet të mbijetojë. Mjekët e futën Marinën në dhomën e urgjencës. Danieli mbeti jashtë, me duart e pista me dhe që i dridheshin, fytyrën e lagur nga lotët. Besa ishte pranë tij, në heshtje, duke vëzhguar. Atëherë Danieli më në fund e shikoi atë me vëmendje. Kjo vajzë e imët, me rroba të vjetra dhe vështrim të vjetër, që sapo i kishte ndryshuar jetën përgjithmonë. Ai u gjunjëzua para saj. I kapi duart e vogla të Besës mes të tijave. Ti e shpëtove. Ti më shpëtove jetën. Si mund të falenderoj? Besa e shikoi me ata sytë serioz. Vetëm dua që zonja të bëhet mirë. Dhe që kush ja bëri këtë të paguaj. Danieli tundi kokën. Do të paguanin. Të gjithë do të paguanin. Por së pari, Marina duhej të mbijetonte. Dhe ndërsa priste jashtë dhomës së urgjencës duke parë dyert e mbyllura, Danieli bëri një premtim të heshtur. Do të zbulonte kush e kishte bërë atë. Do të shkatëronte çdo person të përfshirë.
dhe do të siguronte që Marina të mos ndjente më kur frikë. E vërteta po fillonte të dilte në dritë. Dhe bashkë me të do të vinte edhe drejtësia. Por çmimi i kësaj të vërtete ishte ende i panjohur. Dhe sekretet që ishin gati të zbuloheshin do të trondisnin gjithçka që Danieli mendonte se dinte për jetën e tij. 48 orët e para ishin më ankthshme të jetës së Danielit. Më keq edhe se 7 vjetët e pasigurisë, sepse tani ai e dinte se Marina ishte aty, pak metra larg tij, duke luftuar mes jetës dhe vdekjes, dhe ai nuk mund të bënte absolutisht asgjë përveç se të priste. Mjekët hynin e dilnin nga dhoma me shprehje që ai përpiqej t'i deshifronte me dëshpërim. Çdo lëvizje e tyre analizohej, çdo fjalë e përshpëritur ishte një sinjal që ai përpiqej ta interpretonte. Marina ishte e dehidratuar, e kequshqyer, me shenja të qarta të traumave fizike dhe psikologjike të thella. Trupi i saj kishte reaguar ndaj braktisjes në mënyrë shkatërruese. Veshkat ishin të komprometuara. Zemra rrite në mënyrë të parregull. Kishte shenja në trup që tregonin mbajtje të zgjatur, gërvishtje në kyçet e duarve dhe këmbëve, mavijosje në faza të ndryshme shërimi. Por më shqetësuesja ishte gjendja mendore. Kur më në fund u përmend nga pavetdia, Marina nuk foli. Vetëm shikonte tavanin me sy të zgurdulluar, sikur po shihte diçka që askush tjetër nuk arrinte ta shihte. Danieli ishte ulur pranë shtratit të saj kur ndodhi kjo. I mbante dorën me kujdes, sikur ajo mund të thyej në çdo moment. Kur pas sytë e saj të hapeshin, ndjeu një val lehtësimi aq të fortë sa gati i ra të fikët. U përkul përpara, duke u përpjekur t'i shikonte në sy, duke u përpjekur të gjente ndonjë shenjë njohjeje. Marina, jam unë. Danieli. Je e sigurt tani. Je në spital. Askush nuk do të lëndoj më. Por ajo nuk e shikoi. Vazhdoi të ngulte syt në tavan, me frymëmarrje të shpejtuar, trupin e tensionuar sikur ishte gati të ikte. Danieli ndjeu zemrën t'i thyej përsëri. Ajo nuk e njihte. Ose më keq, e njihte por ishte aq e traumatizuar sa nuk arrinte të reagonte. U thirr një psikiatre. Doktoresha Teuta Leka ishte një grua në moshë të mesme, me flokë të shkurtër e të thinjur, vështrim të butë por profesional. Ajo i kërkoi Danielit të dilte nga dhoma për disa minuta ndërsa vlerësonte Marinën. Ai u bind, por qëndroi jashtë derës, duke u përpjekur të dëgjonte diçka përmes xhamit. Kur doktoresha Teuta doli, Danieli praktikisht i doli përpara. Si është? Do të bëhet mirë? Më njohu? Mjekja i bëri shenjë ta ndiqte në një dhomë më të rezervuar. U ulën në karrige plastike të parehatshme. Ajo kryqëzoi duart mbi tavolinë dhe e shikoi Danielin me atë shprehjen që kanë mjekët kur duhet të japin lajme të vështira. Zoti Berisha, bashkëshortja juaj ka kaluar diçka jashtëzakonisht traumatike. Trupi i saj është në gjendje shoku. Edhe mendja e saj. Është e natyrshme që ajo të vonoj për të përpunuar ku është dhe çfarë po ndodh. Mund të duhen ditë, javë apo edhe muaj që ajo të rifitoj plotësisht ndërgjegjen e së tashmes. Por do të përmirësohet, apo jo? Do të kthehet të jetë ajo që ishte? Doktoresha Teuta pshertiu. Fizikisht, po. Me trajtimin e duhur, ushqim, pushim, trupi i saj do të rikuperohet. Por psikologjikisht, kjo është më komplekse. Ajo ka kaluar vite në robëri. Me siguri është mbajtur në kushte ekstreme, ndoshta e droguar, e izoluar, e privuar nga stimujt normal. Trauma e këtij lloji përvoje nuk zhduket lehtë. Ajo do të ketë nevojë për ndjekje intensive psikiatrike. Dhe ju gjithashtu. Danieli tundi kokën. Unë nuk kam nevojë për ndjekje. Unë vetëm kam nevojë që ajo të bëhet mirë. Zoti Berisha, me gjithë respektin, ju keni kaluar 7 vjet duke besuar se gruaja juaj ishte e vdekur. Tani ajo u kthye në rrethana traumatike. Kjo ju prek edhe ju. Nëse doni vërtet ta ndihmoni, duhet të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor. Danieli nuk donte të diskutonte. Falenderoi dhe u kthye në dhomë. U ul përsëri pranë shtratit të Marinës. Ajo vazhdonte të shikonte tavanin. Por këtë herë, kur ai i kapi dorën, ndjeu gishtat e saj të tkurreshin lehtë. Ishte një lëvizje aq e vogël sa mund të ishte thjesht një spazm muskulore. Por për Danielin ishte si një mrekulli. Ndërkohë, Besa ishte në dhomën e pritjes.
Gjyshja e saj ishte thirrur në spital dhe mbeti absolutisht e shokuar kur zbuloi se çfarë kishte bërë mbesa e saj. Gjyshja drita ishte një zonjë rreth të 70-tave, e shkurtër, me flokë krejtësisht të bardhë të mbledhur në një topuz, duar të kallojzuara nga puna e madhe. Ajo e përqafoi besën fort dhe në të njëjtën kohë e qortoi që ishte përfshirë në diçka kaq të rrezikshme. Vajz, mund të kishe vdekur. Ti nuk e ke idenë se çfarë ke bërë. Besa u përgjigj vetëm me atë qetësi çarmatose. Por unë nuk vdiqa, gjyshe. Dhe gruaja është gjallë për shkakun tim. Gjyshja drita nuk dinte nëse të qante apo të qeshte. Përfundoi duke i bërë të dyja. Danieli shkoi në dhomën e pritjes për të folur me to e falenderoi besën përsëri, këtë herë me më shumë qetësi, më shumë kontroll. E pyeti nëse kishte diçka që mund të bënte për të gjyshja drita, krenare siç ishte, tha se nuk kishin nevojë për asgjë. Por Danieli këmbënguli. U kërkoi adresën, premtoi se do t'i vizitonte së shpejti, se donte të bënte diçka për të shpërblyer atë që kishte bërë besa. Kur ato u larguan, Danieli u kthye në dhomë. Dhe aty filloi pjesa e dytë e asaj betejë. Policia. 2 hetues u shfaqën në spital ditën tjetër. Komisar Marian Doda dhe inspektore Donika Prela. Danieli i njihte. Ishin të njëjtët që kishin drejtuar hetimin e zhdukjes së Marinës 7 vjet më parë. Komisari Doda ishte një burr i madh, me bark të dalë dhe mustaqe të thinjura. Inspektoria Donika ishte më e re, e dobët, me flokë të lidhur në një bisht kali të shtrënguar, vështrim depërtues. Zoti Berisha, than ata duke hyrë në korridorin e spitalit. Duhet të flasim për rastin. Danieli i çoi në një dhomë të zbrazët. Mbylli derën. Kryqëzoi krahët. Doni të flisni për rastin? 7 vjet më parë unë ju luta që të hetonit siç duhet. Ju thash se diçka nuk shkonte. Ju thash se Marina nuk do të zhdukej thjesht ashtu. Dhe çfarë bëtë ju? Më trajtuat si të dyshuar. E mbyllët rastin. Thatë se nuk kishte prova. Komisari Doda ngriti duart në një gjest paqësues. Zoti Berisha, e kuptoj frustrimin tuaj. Por duhet të kuptojmë se çfarë ndodhi. Si u gjet gruaja juaj? Kush e gjeti? Ku ishte? Danieli tregoi gjithçka. Foli për besën. Për rënojën e braktisur. Për gropën ku ishte Marina. Hetuesit shënonin gjithçka, duke bërë pyetje, duke kërkuar detaje. Kur Danieli mbaroi, komisari Doda shkëmbeu një vështrim me inspektoren Donika. Do të na duhet ta izolojmë atë vend. Të bëjmë ekspertizë. Dhe do të na duhet të flasim edhe me vajzën. Vajza është 11 vjeç dhe sapo ka kaluar një përvojë traumatike. Do të silleni me kujdes. Do të sillemi, zoti Berisha. Por na duhet bashkëpunimi i saj. Dhe i juaj. Kjo këtu është një hetim kriminal tani. Dikush e ka mbajtur gruan tuaj në robëri për 7 vjet. Ky është një krim shumë i rëndë. Dhe do të zbulojmë se kush ishte. Danieli tundi kokën. Por kishte një pyetje që po e brente që kur gjeti Marinën. Pse askush nuk e hetoi atë vend më parë? Besa është një fëmijë dhe ajo arriti ta gjente Marinën. Si ka mundësi që policia, me gjithë burimet e saj, nuk gjeti asgjë? Komisari Doda u skuq. Nuk ishte një skuqje. Zemërimi, por turpi. Inspektoria Donika e largoi vështrimin. Zoti Berisha, tha komisari me zë më të ulët. Ka pasur dështime. Të rënda. Dhe do ta hetojmë edhe këtë. Por tani e rëndësishme është të gjejmë se kush ja bëri këtë gruas suaj. Danieli e dinte se kishte më shumë pas asaj historie. Shumë më tepër. Dhe do të zbulonte gjithçka. Në ditët në vijim, Marina filloi të shfaqte shenja të vogla përmirësimi. Filloi të pinte ujë vetë. Të ushqehej me ndihmën e infermierëve. Sytë e saj ende kishin atë vështrimin e largët, por her pas here ajo puliste sytë, kthente kokën, reagonte ndaj zhurmave. Danieli kalonte gjithë ditën në spital. Dilte vetëm për të bërë dush dhe për të ndëruar rrobat. Pjesën tjetër të kohës qëndronte aty, pranë saj, duke folur me zë të ulët, duke i treguar për gjëra nga e kaluara, duke i kujtuar momentet që kishin jetuar së bashku. Të kujtohet kur shkuam në Shkodër për të ngrënë krah? Hëngre aq shumë sa u ndjeve keq gjatë gjithë udhëtimit të kthimit.
Qesha aq shumë me atë gjë. U zemërove me mua, por në fund qeshe edhe ti Marina nuk përgjigjej. Por Danieli vazhdonte të fliste. Sepse duhej të besonte se diku, thellë brenda, ajo po e dëgjonte. Dhe se këto kujtime do ta ndihmonin të kthehej. Ishte një pasdite të enjte kur Marina foli për herë të parë. Danieli ishte ulur pranë shtratit, duke shfletuar një revistë pa i kushtuar vëmendje asaj që lexonte. Pa pritur, dëgjoi një tingull. Një përshpërim aq të ulët sa mezi e kuptoi. Ngriti kokën shpejt. Marina po e shikonte. Për herë të parë që kur u zgjua, ajo po e shikonte vërtet. Dhe përsëriti. Daniel. Ai ndjeu lotët t'i ngjiteshin menjëherë. La revistën, i kapi dorën me të dyja duart. Po. Jam unë. Jam këtu. Je e sigurt. Ajo mbylli sytë. Një lot i rëshiti në përfaqe. Danieli nuk e dinte nëse ishte nga lehtësimi, nga trishtimi apo nga frika. Ndoshta ishte gjithçka bashk. Ai u përkul dhe i puthi ballin me gjithë kujdesin e botës. Je e sigurt tani. Të premtoj. Nuk do të lejoj më kur askënd të lëndoj. Marina hapi sytë përsëri. U përpoq të fliste, por zëri i doli i dobët dhe i ngjirur. Ata do të kthehen. Kush, dashuri? Kush do të kthehet? Por ajo mbylli sytë dhe nuk u përgjigj më. Danieli thiri menjëherë doktoreshën Teuta. Ajo erdhi, e vlerësoi Marinën, tha se ishte normale. Se trauma bënte që mendja e saj të lëkundej mes të tashmes dhe të kaluarës. Se ajo me siguri ende mendonte se ishte në rrezik. Por ishte një shenjë e mirë që kishte folur. Do të thoshte se po fillonte të përpunonte realitetin. Danieli nuk arriti të flinte atë natë. Mbeti duke menduar për fjalët e Marinës. Ata do të kthehen. Kush ishin ata? Sa njerëz ishin të përfshirë? Dhe më e rëndësishmja, a mund të ktheheshin vërtet? A ishte Marina ende në rrezik? Ditën tjetër, policia u shfaq me të reja. Komisari Doda dhe inspektoria Donika kërkuan të flisnin me Danielin privatisht. Shkuan në një dhomë takimesh të zbrazët të spitalit. Zoti Berisha, filloi Donika. Bëm ekspertizën në vendin ku u gjet gruaja juaj. Dhe gjetëm prova se ajo nuk ishte e vetmja person që mbahej atje. Danieli ndjeu stomakun t'i përmbysej. Çfarë do të thuash? Gjetëm objekte personale. Rroba femrash të madhësive të ndryshme. Shenja mbajtjeje në pika të tjera të vendit. Mbetje ushqimi të mjaftueshme për më shumë se një person. Gjithçka tregon se ai vend përdorej për të mbajtur disa njerëz në robëri. Ndoshta përgjatë viteve. Disa njerëz? Danieli mezi arrinte ta përpunonte. Kush? Nuk e dim ende. Por po hetojmë rastet e zhdukjeve në 10 vitet e fundit në rajon. Duke kryqëzuar të dhëna. Duke parë nëse ka modele. Dhe zoti Berisha, ka edhe diçka tjetër. Çfarë? Inspektoria Donika hezitoi. Shikoi komisarin Doda sikur po kërkonte leje. Ai tundi kokën. Ajo vazhdoi. Gjetëm regjistrime. Dokumente false. Certifikata të falsifikuara. Gjithçka tregon se gruaja juaj ishte zyrtarisht e vdekur. Jo vetëm e zhdukur. E vdekur. Danieli zgurdulloi sytë. Si kështu e vdekur? Dikush falsifikoi dokumente që vërtetonin vdekjen e saj. Regjistruan një kremim që nuk ndodhi kurrë. Krijuan një histori të plotë për t'i dhënë besueshmëri historisë se ajo kishte vdekur. Kjo nuk ishte punë amatoresh, zoti Berisha. Ishte diçka e organizuar. Profesionale. Dhe shumë e planifikuar mirë. Danieli ndjeu zemërimin të rritej brenda tij si një val. Kush do të bënte diçka të tillë? Dhe pse? Po hetojmë. Por ka shenja se kjo është e lidhur me një rrjet më të madh. Njerëz me akses në sistemet zyrtare. Njerëz me fuqi të mjaftueshme për të manipuluar regjistrimet. Dhe zoti Berisha, duhet të konsiderojmë mundësinë që dikush i afërt me ju të jetë i përfshirë. Danieli ndjeu sikur e kishin goditur me grusht në stomak. Çfarë? Mendohuni mirë. Kush kishte akses në jetën tuaj personale?
Kush e dinte rutinën e Marinës? Kush mund të kishte dhënë informacione për të? Nuk po akuzojmë askënd, por duhet të hetojmë të gjitha mundësitë. Danieli mendoi. Kompania. Punonjësit. Ortakët. Miqt. Familja. Kishte dhjetëra njerëz që e njihnin rutinën e Marinës. Por ideja se dikush i afërt mund të ishte i përfshirë në këtë ishte e padurueshme. Besniku, tha ai papritur. Komisari Doda ngriti vetullat. Ortaku juaj? Ai mori përsipër kompaninë pasi u zhduk Marina. Ai kishte akses në gjithçka. E njihte rutinën tonë. Dhe gjithmonë ka qenë shumë këmbëngulës që unë të ecja përpara. Që unë të pranoja se Marina ishte e vdekur. Inspektorja Donika shënoi gjithçka. Do të hetojmë. Por zoti Berisha, ju lutem, mos bëni asgjë vetë. Nëse ai është vërtet i përfshirë, nuk duam që ai të alarmohet. Danieli tundi kokën. Por brenda, zemërimi vlonte. Nëse besniku ishte i përfshirë, nëse ai kishte qenë pjesë e gjithë kësaj, Danieli do ta shkatëronte. Me duart e tij po të ishte e nevojshme. Ndërkohë, Besa ishte në shtëpi, por nuk arrinte të pushonte së menduari për atë që kishte ndodhur. Gjyshja e saj përpiqej t'i kthente gjërat në normalitet, por Besa ndjente se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Ajo kishte parë gjëra që një fëmijë nuk duhej t'i shihte. Dinte gjëra që e friksonin. Dhe më keq, kishte ndjesinë se nuk ishte e sigurt. Ishte një natë, 3 ditë pasi u gjet Marina, kur Besa pa diçka që e bëri të sigurt. Ishte në dritaren e dhomës, duke parë rrugën, kur pa një makinë të ndalur në anën tjetër. Nuk ishte një makinë e zakonshme e lagjes. Ishte një sedan i zi, me xhama të errët. Dhe kishte dik brenda, duke vëzhguar shtëpinë e saj. Besa ndjeu zemrën t'i rrite fort. Mbylli perden shpejt dhe shkoi te gjyshja. Gjyshe, ka një makinë të çuditshme në rrugë. Po shikon shtëpinë tonë. Gjyshja drita shkoi te dritarja. Kur pa makinën, fytyra e saj u zbe. Mbylli të gjitha dyert dhe dritaret e shtëpisë. Mori celularin dhe telefonoi policinë. Por kur policët arritën 20 minuta më vonë, makina ishte larguar. Policët bën një proces verbal. Thanë se do të rrisnin patrullimin në zonë. Por Besa e dinte se kjo nuk do të mjaftonte. Ata e dinin se ajo kishte gjetur Marinën. Dhe tani ishin pas saj. Ditën tjetër, Danieli shkoi të vizitonte Besën dhe gjyshen drita. Kur mësoi për makinën, u shqetësua jashtëzakonisht. Ofroi mbrojtje. Tha se do të paguante për siguri private nëse ishte e nevojshme. Gjyshja drita, që gjithmonë ishte krenare dhe e pavarur, këtë herë pranoi. Sepse e dinte se mbesa e saj ishte në rrezik real. Danieli angazhoi 2 roje sigurie për të qëndruar pranë shtëpisë së Besës. Gjithashtu ofroi që ato të zhvendoseshin përkohësisht në një vend më të sigurt. Gjyshja drita mendoi, bisedoi me Besën dhe përfundoi duke pranuar. Shkuan në një apartament të vogël por komod që Danieli e mori me qira në një lagje më qendrore, me portier dhe kamera sigurie. Ndërsa gjithë kjo ndodhte, Marina vazhdonte të rikuperohej ngadalë. Filloi të fliste më shumë. Fjali të shkurtra, të fragmentuara, por që kishin kuptim. Filloi të ushqehej më mirë. Të ulej në shtrat. Të shikonte nga dritarja. Por ende kishte momente kur ajo thjesht shkëputej, duke u kthyer në atë gjendje të largët dhe të frikësuar. Doktoresha Teuta shpjegoi se ishte normale. Se truri i saj po përpunonte vite traume. Se do të duhej kohë. Danieli pranoi. Kishte pritur 7 vjet. Mund të priste sa të ishte e nevojshme. Ishte një pasdite, 2 javë pasi u gjet Marina, kur ajo më në fund tregoi diçka për atë që kishte ndodhur. Danieli ishte ulur pranë saj. Ajo po shikonte nga dritarja, duke parë zogjt në kopshtin e spitalit. Pa pritur, filloi të fliste. Më kapën në parking. Po kthehesha te makina. Ndjeva një dhimbje në qafë. Si një piçkim. Dhe pastaj gjithçka u errësua. Danieli mbajti frymën. Nuk donte ta ndërpriste. Nuk donte ta friksonte. Vetëm donte të dëgjonte. Kur u zgjova, isha në një vend të errët. Të ftohtë. Mbante erë të keqe. U përpoqa të bërtisja, por kisha diçka në gojë.
U përpoqa të lëvizja por isha e lidhur. Qëndrova atje për shumë kohë. Nuk e di sa humba nocionin. Ajo u ndal. Mori frym thellë. Një lot I rëshiti në përfaqe. Më jepnin ushqim her pas here. Ujë. Ilaçe që më bënin të përgjumur. Përpiqesha të qëndroja zgjuar. Përpiqesha të kujtoja ty ne. Por gjithçka bëhej e paqartë. Ndonjëherë nuk e dija nëse ti ishe real apo nëse të kisha shpikur. Danieli ndjeu lotët e tij të binin. I kapi dorën. Unë jam real. Ti je reale. E gjithë kjo mbaroi. Je e sigurt tani? Marina e shikoi. Dhe për herë të parë, ai pa një shkëndi të gruas që njihte. Atë vështrimin e fortë, të vendosur, që gjithmonë e kishte magjepsur. Ata nuk punonin vetëm, tha ajo. Dëgjoja zëra. Të ndryshëm. Burra. Gra. Flisnin për njerëz të tjerë. Vende të tjera. Është më e madhe se sa imagjinon Daniel. Shumë më e madhe. Danieli tundi kokën. E di. Dhe do të zbulojmë gjithçka. Do t'i japim fund kësaj. Marina mbylli sytë. E lodhur. Por para se ta zinte gjumi, përshpëriti një gjë të fundit. Kujdes kujt I beson. Ata janë më afër se sa mendon. Danieli ndjeu një të dridhur. Mendoi për besnikun. Mendoi për punonjësit e kompanisë. Mendoi për të gjithë ata që kishin akses në jetën e tij. Po sikur Marina të kishte të drejtë? Po sikur përgjegjësit të ishin vërtet afër? Ai doli nga dhoma I vendosur. Do të zbulonte të vërtetën. Pavarësisht kostos. Pavarësisht se kush ishte I përfshirë. Do të shkatëronte çdo person që kishte marrë pjesë në atë. Dhe do të siguronte që ata të mos mund t'ia bënin më kurrë këtë askujt. Por ajo që Danieli ende nuk e dinte ishte se e vërteta ishte shumë më e keqe se sa imagjinonte. Dhe se sekretet që ishte gati të zbulonte do të trondisnin jo vetëm jetën e tij, por edhe të gjithë atyre përreth. Hetimi fitoi shpejtësi në javët në vijim. Komisari Doda ngriti një grup pune të dedikuar ekskluzivisht për rastin. Inspektoria Donika drejtonte punën në terren duke koordinuar ekspertizat, intervistat dhe analizën e dokumenteve. Por sa më thellë hetonin, aq më komplekse bëhej situata. Ky nuk ishte vetëm një rast I izoluar. Ishte një mekanizëm kriminal që funksiononte prej vitesh, ndoshta dekadash. Danieli, nga ana e tij, drejtonte hetimin e tij paralel. Angazhoi një detektiv privat, Kastriot Malajn, ish oficer I Policisë Federale me reputacion të patëmet dhe një rrjet kontaktesh që shkonte nga komisariatet deri në botën e krimit. Kastrioti ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur të prerë shumë shkurt, një shenjë në vetullën e majt, vështrim që nuk falte gënjeshtra. Takimi I tyre I parë u zhvillua në një kafe diskrete në qendër të Tiranës. Zoti Berisha, tha Kastrioti ndërsa pinte kafen e zezë pa sheqer. Do të jem I drejt për drejt me ju. Ajo që I bën gruas suaj nuk ishte improvizim. Ishte planifikim. Dhe planifikimi I tillë kërkon burime, kontakte dhe kryesisht informacion të privilegjuar. Dikush e dinte saktësisht se ku do të ishte, kur do të ishte vetëm dhe si të vepronte pa lënë gjurmë. Kjo do të thotë se kishte dikush të afërt që jepte të dhëna. Danieli e dyshonte këtë, por ta dëgjonte me zë të lartë e bënte gjithçka më reale dhe më të dhimbshme. Ortaku im, besnik Gjoni. Ai kishte akses në gjithçka. E njihte rutinën tonë. Dhe gjithmonë ka qenë shumë këmbëngulës që unë të pranoja se Marina ishte e vdekur dhe të ecja përpara. Kastrioti shënoi emrin në një blok të vogël. Do ta hetoj. Por mos u kufizoni në një person. Më duhet një listë e plotë. Punonjës të afërt, familje, miq që frekuentonin shtëpinë. Çdo person që kishte informacion për ju. Danieli kaloi ditët në vijim duke përgatitur këtë listë. Ishin emra të dhimbshëm për t'u shkruar. Besnik Gjoni, ortak dhe mik prej 15 vjetësh. Juliana Meta, sekretare ekzekutive që punonte me ta që nga fillimi I kompanisë. Anton Koci, shofer personal që e çonte Marinën në takime. Fiona Dervishi, shoqja më e mirë e Marinës.
Madje edhe Klodian Berisha, vëllai i vogël i Danielit, hyri në listë, megjithse vetëm ideja dukej absurde. Kur Kastrioti mori listën, nuk tregoi asnjë emocion. Vetëm e ruajti dhe tha se do të fillonte me njerëzit me akses më të drejt për drejt. Hetimi do të ishte diskret. Askush nuk duhej ta dinte se po hetohej. Ndërkohë, Marina vazhdonte rikuperimin në spital. Përparimet ishin të ngadalta por të qëndrueshme. Ajo tashmë arrinte të ecte me ndihmë. Filloi të bënte terapi me doktoreshën Teuta 3 herë në javë. Dhe diçka e rëndësishme filloi të ndodhte. Ajo filloi të shkruante. Në fillim ishin vetëm fjalë të shkëputura. Pastaj u bën fjali. Dhe më pas, faqe të tëra. Doktoresha Teuta e inkurajoi. Tha se ishte një mënyrë që ajo të përpunonte traumën, të organizonte kujtimet e fragmentuara, t'i jepte zë asaj që kishte jetuar. Danieli nuk e lexonte atë që shkruante Marina. E respektonte atë hapësirë private. Por e dinte se ato shkrime mund të përmbanin informacione të vlefshme për hetimin. Ishte në një seancë terapie, një muaj pas shpëtimit, kur Marina më në fund pranoi të ndante një pjesë të asaj që kishte shkruar. Doktoresha Teuta thiri komisarin Doda dhe inspektoren Donika. Danieli ishte i pranishëm gjithashtu. Marina, e ulur në shtratin e spitalit me një fletore në prerë, mori frym thellë para se të fillonte. Më kujtohen zëra. Shumë zëra të ndryshëm. Kishte një burr që shfaqej gjithmonë. Zëri i tij ishte i trash, pak i ngjirur. Më quante mall. Thoshte se unë vlenja shumë sepse vija nga një familje me para. Se do të merrnin një çmim të mirë për mua. Danieli ndjeu të përziera. Çmim? Donin ta shisnin? Marina vazhdoi. Por diçka shkoi keq. Dëgjova diskutime. Grindje. Njëri nga burrat thoshte se Blersi kishte hequr dorë. Se tani do të duhej të më hiqnin qafe në një mënyrë tjetër. Atëherë filluan të më jepnin më shumë ilaçe. Isha e droguar pothuajse gjatë gjithë kohës. Humba nocionin e ditëve, javëve. Gjithçka u bë e turbull. Ajo u ndal, e shikoi Danielin me sy të përlotur. Kishte një ditë që mendova se do të vdisja. Ndjeva trupin tim të dobësohej. Nuk arria më të lëvizja siç duhet. Mendova se ishte fundi. Por diçka ndryshoi. Pushuan se më dhëni ilaçet më të forta. Filluan të më jepnin ushqim më të mirë. Ujë të pastër. Nuk e kuptova në atë kohë. Por tani mendoj se po më mbanin gjallë për diçka tjetër. Inspektoria Donika shënonte gjithçka me furi. Zonja Marina, a mund të kujtoni ndonjë karakteristikë fizike të këtyre njerëzve? Ndonjë theks? Ndonjë detaj që mund të ndihmoj? Marina mbylli syt, duke u përqendruar. Njëri prej tyre kishte një mënyrë të folurit të ndryshme. Nuk ishte nga Tirana. Dukej më shumë nga fshati. Përdorte fjalë që unë nuk i dëgjoja prej kohësh. Dhe kishte edhe një grua. Ajo vinte më rrallë, por kur vinte, ishte ajo që kujdesej për mua. Më lante, më ndëronte rrobat. Ajo qante ndonjëherë. E dëgjoja. Mendoj se i vinte keq, por kishte shumë frikë për të më ndihmuar. Danieli i kapi dorën Marinës. Po tregohesh shumë guximtare. Shumë. Marina shikoi fletoren. Ka më shumë. I dëgjoja të flisnin për njerëz të tjerë. Gra të tjera. Përmendnin emra, vende. Shënova gjithçka që arrita të kujtoja. Ajo hapi fletoren dhe tregoi faqe plot me shënime. Emra, fragmente bisedash, përshkrime zërash. Ishte një thesar informacioni. Inspektoria Donika mori fletoren me kujdes, sikur po mbante një relike të shenjtë. Ky është Flori i pastër, zonja Marina. Kjo mund të na çojë direkt te përgjegjësit. Por Marina nuk dukej e lehtësuar. Dukej e frikësuar. Kam diçka për të thënë. Dhe është e rëndësishme. Ajo shikoi drejt për drejt Danielin. Një nga zërat që dëgjova disa herë ishte i dikujt që ti e njeh. Jam e sigurt. Danieli ndjeu botën të ndalonte. Kush? Nuk e di emrin. Por zëri ishte i sjellshëm. Formal. Fliste për numra, investime, transferta bankare.
Dhe në një nga herët përmendi emrin e kompanisë son. Heshtja që ra në dhomë ishte absolute. Danieli ndjente zemrën t'i rrite aq fort sa dukej se të gjithë mund ta dëgjonin. Je e sigurt? Absolutisht e sigurt? Marina tundi kokën. Jam. Kam kaluar vite duke dëgjuar atë zë. E di që ishte dikush i lidhur me kompaninë. Danieli shikoi komisarin Doda. Duhet të flas me besnikun. Tani. Komisari tundi kokën. Zoti Berisha, nuk mund të shkoni duke akuzuar askënd pa prova. Nëse ai është vërtet i përfshirë dhe e kupton se dyshojmë, mund të arratiset ose të shkatërroj provat. Por Danieli ishte tashmë në këmbë. Nuk do të akuzoj. Do të bisedoj vetëm. Si ortak. Si mik. Inspektoria Donika ndërhyri. Të paktën na lejoni të vendosim përgjues. Nëse ai thot diçka inkriminuese, do ta kemi të regjistruar. Danieli mendoi për një moment dhe pranoi. Caktoi një drekë me besnikun për ditën tjetër. Vend neutral, një restorant që frekuentonin prej vitesh. Policia e pajisi Danielin me një mikrofon diskret. Kastriot Malaj, detektivi privat, do të ishte në një tavolin pranë, vetëm duke vëzhguar. Mëngjesin tjetër, Danieli ishte nervoz. Veshur me kostumin gri që gjithmonë vishte në takime të rëndësishme, duke u përpjekur të dukej sa më normal. Arriti në restorant 15 minuta para orarit. Zgjodhi një tavolin pranë dritares. Kërkoi ujë. Priti. Besniku arriti në orar. Ishte një burr i gjatë, i dobët, me syze me skele të hollë dhe flokë gjithmonë të krejur prapa me xhel. Veshur me kostum blu të errët, kravatë diskrete. Buzëqeshi kur pa Danielin dhe u afrua me dorën e shtrirë. Daniel, sa mirë që të shoh. Ka kohë që nuk kemi drekuar bashkë. Danieli ja shtrëngoi dorën duke analizuar çdo detaj të shprehjes së tij. Duke kërkuar shenja nervozizmi, fai. Por besniku dukej sinqerisht i lumtur që e shite. U ulën. Porositën drekën. Biseduan për kompaninë, për punimet në vazhdim, për kontratat e reja. Besniku fliste i entuziazmuar për një projekt në Durrës që po ecte shumë mirë. Danieli dëgjonte duke tundur kokën, por mendja e tij ishte diku tjetër. Më në fund, pasi erdhi ushqimi, Danieli preku temën. Besnik, ti e di që Marina u gjedh. Besniku ndaloi me pirunin në ajër. Buzëqeshja i u zhduk nga fytyra. E di. Lexova në gazeta. Daniel, nuk di as çfarë të them. Është surreale. Pas 7 vjetësh. Po. Danieli vëzhgonte çdo mikroshprehje. 7 vjet që ajo i kaloi në robëri. Duke u mbajtur si e burgosur. Besniku tundi kokën, duke i sinqerisht i shokuar. O Zot! Kush do të bënte diçka të tillë? Këtë po përpiqem të zbuloj. Danieli bëri një pauzë. Policia mendon se ishte dikush i afërt. Dikush që e njihte rutinën tonë. Besniku u zbe. Ti nuk po sugjeron që unë. Danieli ngriti dorën. Nuk po sugjeroj asgjë. Vetëm po them atë që mendon policia. Ata po hetojnë të gjithë. Përfshirë edhe mua. Besniku lëshoi ajrin që po mbante. Daniel, ti më njeh prej 15 vjetësh. Ti e di që unë kur nuk do të bëja diçka të tillë. Marina është si një motër për mua. Kur ajo u zhduk, u shkatërrova. Po aq sa ti e di. Danieli sforcoi një buzëqeshje. Prandaj po të paralajmëroj. Policia mund të kërkoj. Të bëj pyetje. Vetëm doja që ta dije më parë. Besniku tundi kokën, ende dukshëm i tronditur. Faleminderit që më lajmërove. Do të bashkëpunoj me gjithçka që u duhet. Çdo gjë për të ndihmuar të zbulohet se kush e bëri këtë. Pjesa tjetër e drekës kaloi në një heshtje të parehatshme. Kur mbaruan, u përshëndetën shpejt. Danieli doli nga restoranti dhe shkoi direkt në makinën ku e priste inspektoria. Donika. Ajo i hoqi mikrofonin. Dhe pra? Donika tundi kokën. Asgjë e dukshme. Ai u duk sinqerisht i befasuar dhe i shokuar. Ose është një aktor shumë i mirë ose vërtet nuk dinte asgjë. Danieli goditi panelin e makinës me frustrim.
Atëherë kush? Kush ishte? Qetësohu. Do ta analizojmë regjistrimin me kujdes. Ndonjëherë ajo që nuk thuhet është më e rëndësishme se ajo që thuhet. Ndërkohë, Kastriot Malaj po ndiqte një linjë tjetër hetimi. Ai kishte filluar të gërmonte në jetën financiare të gjithë njerëzve në listë. Dhe gjeti diçka interesante. Juliana Meta, sekretarja ekzekutive, kishte bërë depozita të konsiderueshme në para të gatshme në vitet e fundit. Shuma që nuk përputheshin me pagën e saj. Kastrioti i paraqiti zbulimet Danielit në një takim natën në zyrë. Tregoi pasqyrat bankare, datat, shumat. Shiko këtu. Depozita prej 5.000-10.000 eurosh. Gjithmonë në para të gatshme. Gjithmonë në data specifike. Dhe kur i kryqëzova me kalendarin, vura re një model. Depozitat ndodhnin gjithmonë disa ditë pasi t'i udhëtoje për punë ose pas ngjarjeve të rëndësishme të kompanisë. Danieli zgurdulloi sytë. Juliana? Ajo punon me mua prej 10 vjetësh. Pikërisht. Kohë e mjaftueshme për të fituar besim. Akses i mjaftueshëm për të ditur gjithçka. Danieli ndjeu zemërimin të rritej. Por edhe dyshimin. Po sikur të ishte rastësi? Po sikur Juliana të kishte një punë tjetër në kohën e lirë? Po sikur të ishim para familjare? Kastrioti tundi kokën. I kam hetuar të gjitha këto. Ajo nuk ka punë tjetër. Familja e saj është e klasës së mesme të ulët, nuk ka nga t'i vinë këto para. Dhe ka më shumë. Ajo ka fshirë emaile, shumë. Nga periudha pak para dhe pak pas zhdukjes së Marinës. Danieli mori frym thellë. Duhet t'i tregojmë policisë. Ua kam thënë tashmë. Do ta thërasin për dëshmi nesër. Ditën tjetër, Juliana Meta u thirr për të dëshmuar në komisariat. Danieli nuk ishte i pranishëm, por inspektorja Donika e mbante të informuar. Juliana erdhi nervoze, duke djersitur ftohtë, duke parë anash sikur priste të sulmojë në çdo moment. Kur e pyetën për depozitat, ajo filloi të belbëzonte. U përpoq të shpikte histori. Tha se ishin para nga një xhaxha që jetonte në fshat. Pastaj ndryshoi versionin, tha se shiste kozmetik në kohën e lirë. Historitë nuk përputheshin. Dhe kur i treguan emailet e fshira, ajo u shkërmoq. Mirë. Do të flas. Dhe atëherë e vërteta filloi të dilte. Juliana pranoi se merrte para për të dhënë informacione. Për rutinën e Danielit. Për Marinën. Për udhëtimet, takimet, oraret. Por betoi se nuk e dinte se për çfarë përdorej informacioni. Mendonte se ishte për dikë që donte të bënte spionazh industrial. Kur nuk e kishte imagjinuar se do të ishte për diçka të tillë. Kush të paguante? Pyeti inspektorja Donika me zë të ashpër. Juliana po qante. Një burr. Nuk ja kam parë kur fytyrën. Komunikonim me email. Adresa që ndryshonin gjithmonë. Pagesa liej në vende të caktuara. Zarfe me para. Nuk e kam ditur kur se kush ishte. Si merrje udhëzimet? Me mesazh të koduar. Aplikacion që fshinte gjithçka pas 24 orësh. Inspektorja Donika e dinte se kjo do t'i vështirësonte gjërat. Por kishte diçka. Juliana, a e ke ende atë aplikacion në celular? Juliana hezitoi. Pastaj tundi kokën. E kam. Dorëzoi celularin. Tani. Juliana nxori celularin nga çanta me duar që i dridheshin dhe e dorëzoi. Inspektoria Donika ia kaloi menjëherë ekipit teknik. Nëse arrinin të rikuperonin ndonjë mesazh, ndonjë gjurmë digjitale, mund t'i çonte te urdhëruesi. Ndërkohë, Danieli u informua për gjithçka. Ndjeu një përzierje tradhtie dhe lehtësimi. Tradhti sepse Juliana ishte dikush të cilit i besonte. Lehtësim sepse më në fund kishin një pistë konkrete. Por ende mbetej pyetja më e rëndësishme. Kush fshihej pas gjithë kësaj? Përgjigjja filloi të shfaqej kur ekipi teknik arriti të rikuperonte fragmente mesazhesh nga celulari i Julianës. Ishin kode, numra, udhëzime të paqarta. Por kishte një detaj. Një numër llogarie bankare i përmendur në një nga mesazhet. Kur e gjurmuan këtë llogari, zbuluan se i përkiste një kompanie fantazmë.
Dhe kur hetuan se kush ishin pronarët e kësaj kompanie fantazm, arritën në një emër që ja ngriju gjakun Danielit. Anton Koci. Shoferi. Antoni kishte qenë shofer personal i Danielit dhe Marinës për 3 vjet. Njihte çdo rrugë që ata frekuentonin. E dinte saktësisht se ku do të ishte Marina në çdo moment të ditës. Dhe më e rëndësishmja, kishte akses fizik tek ajo. Ishte ai që e la në parking atë të marrë fatale. Kur policia shkoi në shtëpinë e Antonit për ta marrë në pyetje, zbuluan se ai ishte arratisur. Shtëpia ishte bosh. Fqinjet thanë se nuk e kishin parë për javësh. Lëshuan një urdhër arresti. E vendosën emrin e tij në listën e të kërkuarve. Por Antoni ishte zhdukur. Danieli donte të dilte në rrugë dhe ta kërkonte personalisht. Donte ta gjente dhe të bënte drejtësi me duart e tij. Por kastrioti e bindi të linte policin të punonte. Nëse vepron me impuls, do të pengosh hetimin. Më keq, mund të përfundosh i akuzuar për pengim të drejtësisë ose diçka më të keqe. Lëre policin të bëj punën e saj. Danieli ju bind me kundërshtim. Por i premtoi vetes se kur të gjenin Antonin, do ta shikonte në sy dhe do ta pyeste pse. Pse ta bënte atë? Për para? Për hakmarrje? Pse të shkatëronte jetë? Ndërsa gjuetia për Antonin vazhdonte, Marina vazhdonte të shkruante. Dhe një pasdite, ajo i tregoi diçka Danielit që ndryshoi gjithçka. Ishte një emër. Një emër që ajo e kishte dëgjuar të përmendej disa herë gjatë robërisë. Vasil. Danieli rrudhi ballin. Vasil? Nuk njoh asnjë Vasil. As Marina. Por emri përsëritej me nderim. Sikur të ishte dikush i rëndësishëm. Shefi. Personi që komandonte gjithçka. Danieli ja kaloi emrin kastriotit dhe policisë. Filluan të hetonin. Kryqëzuan të dhëna. Kërkuan në regjistrat kriminal. Dhe më në fund e gjetën. Vasil Marku. 58 vjeç. Dosje penale e pasur. Përfshirje me organizata të fokusuara në krime financiare. Ishte arrestuar 2 herë, por gjithmonë arrinte të dilte për shkak të teknikaliteteve ligjore. Aktualisht jetonte në Sarand, pranë kufirit. Vend perfekt për dikë që duhej të arratisej shpejt nëse ishte e nevojshme. Policia ngriti një operacion për ta arrestuar. Por duhej të ishin të kujdesshëm. Vasili kishte kontakte, burime dhe kryesisht përvojë në arratisje nga drejtësia. Nuk mund të bënin asnjë hap të gabuar. Danieli donte të merrte pjesë në operacion. Donte të ishte aty kur të arrestonin njeriun që i kishte shkatëruar jetën. Por komisari Doda ishte kategorik. Zoti Berisha, ju nuk jeni polic. Nuk mund të merrni pjesë në operacione. Lëreni këtë me ne. Danieli duhej të pranonte. Por i bëri kastriotit të premtonte se do ta mbante të informuar për çdo hap. Operacioni u caktua për një të enjte në mëngjes. Ekipet e specializuara rrethuan shtëpinë e Vasilit në Saranë. Hyn njëkohësisht. Dhe e gjetën duke u përpjekur të arratisej nga pas. Vasil Marku u arrestua. Dhe me të sekuestruan kompjuter, dokumente, USB. Një arsenal i vërtet provash. Kur filluan të analizonin materialin, zbuluan dimensionin real të organizatës. Nuk bëhej fjalë vetëm për Marinën. Ishin 10 gra. 10 familje të shkatëruara. Një skem që funksiononte prej më shumë se 15 vjetësh. Kur Danieli e mori vesh, ndjeu të përziera. 15 vjet. Sa jetë të shkatëruara. Sa familje të rënuara. Por kishte diçka që ende nuk kishte kuptim. Vasili ishte shefi i operacionit. Antoni ishte ekzekutuesi. Juliana ishte informatorja. Por mungonte një pjesë. Dikush me para dhe fuqi të mjaftueshme për të mbajtur gjithçka në funksion. Dikush që financonte operacionin. Dhe ishte duke hetuar llogaritë bankare të Vasilit që më në fund e gjetën. Transferta të rregullta që vinin nga një kompani investimesh. Dhe kur hetuan se kush ishte pronari i kësaj kompanie, Danieli ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Klodian Berisha. Vëllai i tij. Nuk mund të ishte e vërtetë. Duhej të ishte një gabim.
Klodiani ishte vëllai i tij i vogël. Gjithmonë kishin qenë të afërt. Klodiani ishte kumbar i martesës së tij me Marinën. Si mund të ishte i përfshirë në këtë? Por provat ishin aty. Transferta. Emaile, dokumente. Gjithçka tregonte për Klodianin si financuesin e operacionit. Kur policia shkoi të arrestonte Klodianin, Danieli këmbënguli të ishte i pranishëm. Duhej ta dëgjonte nga goja e vëllait të tij. Duhej të kuptonte. Arritën në shtëpinë e Klodianit një mëngjes të premteje. Ai po pinte kafe kur policia hyri. Nuk rezistoi. Vetëm e shikoi Danielin me një shprehje boshe. Pse? Ishte e vetmja fjalë që Danieli arriti të thoshte. Klodiani buzëqeshi. Një buzëqeshje e ftohtë, pa jetë. Sepse ti gjithmonë ke pasur gjithçka. Kompanin. Parat. Gruan perfekte. Po unë gjithmonë kam qenë hija. Vëllai i harruar. Kështu që vendosa se nëse nuk mund të kisha atë që kishe ti, do ta shkatëroja. Danieli ndjeu dëshirën për të vjellë. Ti shkatërove jetën e 10 njerëzve për zili? Klodiani ngriti supet. Nuk ishte vetëm zili. Ishte edhe biznes. Jepte shumë para. Por e pranoj se me Marinën ishte personale. Doja që ti të vuaje siç kam vuajtur unë gjithë jetën duke u krahasuar me ty. Danieli u hodh drejt vëllait, por policët e mbajtën. Klodiani u mor. Dhe Danieli mbeti aty në mes të dhomës duke u përpjekur të përpunonte se gjaku i tij kishte qenë përgjegjës për gjithçka. Kur u kthye në spital dhe i tregoi Marinës, ajo qau. Jo nga trishtimi, por nga lehtësimi. Më në fund e dinin të vërtetën. Më në fund përgjegjësit do të paguanin. Dhe ndërsa Danieli e përqafonte duke ndjer trupin e saj të dridhej nga emocionet, bëri një premtim. Do ta transformonte gjithë atë dhimbje në diçka pozitive. Do të siguronte që asnjë familje tjetër të mos kalonte atë që kaluan ata. E vërteta ishte më në fund e zbuluar. Por udhëtimi i rindërtimit sapo kishte filluar. Muajt që pasuan arrestimet ishin një vorbull emocionesh kontradiktore. Lehtësim për njohjen më në fund të së vërtetës. Zemërim për tradhtinë e gjakut të tij. Trishtim për jetët e shkatëruara. Dhe mbi të gjitha, nevoja urgjente për të rindërtuar atë që ishte thyer. Gjyqi i Klodian Berishës u bë lajmi kryesor kombëtar. Gazetat nuk kursenin detaje për vëllain ziliqar që kishte arkitektuar një skem kriminale vetëm për ta bërë vëllain e madh të vuante. Rrjetet sociale zjenin me opinione të ndara. Disa ndjenin keqardhje për Klodianin duke menduar se ai ishte thjesht një njeri i hidhëruar që kishte humbur kontrollin. Të tjerë kërkonin dënimin maksimal duke thënë se zilia nuk justifikonte shkatërimin e 10 jetëve. Danieli nuk e ndoqi gjyqin personalisht. Nuk e duronte dot iden të ishte në të njëjtën dhomë me vëllain e tij. Por Kastriot Malaj shkonte çdo ditë dhe e mbante të informuar. Klodiani nuk tregonte pendes. Ulej në bankën e të akuzuarve me atë të njëjtën shprehje boshe, sikur asgjë nga ato nuk e prekte. Kur pati mundësinë të fliste në mbrojtje të tij, vetëm përsëriti atë që kishte thënë tashmë. Se gjithmonë kishte jetuar në hijen e vëllait. Se kur nuk ishte njohur. Se zilia e kishte konsumuar derisa ishte bërë një person tjetër. Gjykatësi nuk pati mëshirë. E dënoi Klodianin me 32 vjet burg për grup të strukturuar kriminal, rrëmbim, mbajtje pa leje dhe një listë të gjatë krimesh të tjera. Vasil Marku mori 40 vjet. Anton Koci, i cili u kap një javë më vonë duke u përpjekur të kalonte kufirin për në Greqi, mori 28 vjet. Juliana Meta, për bashkëpunimin me hetimin, i ul dënimi në 12 vjet me mundësi për ulje të mëtejshme. Kur u shpall vendimi, Danieli ishte në shtëpi me Marinën. Ajo tashmë kishte dalë nga spitali dhe po jetonte përsëri në vilën në lagjen e liçenit. Por shtëpia nuk ishte më e njëjta. Ata kishin rinovuar gjithçka. Kishin lyer muret me ngjyra të ndryshme. Kishin ndërruar mobiljet. Kishin vendosur bim të reja në kopsht. Ishte sikur po përpiqeshin të fshinin fantazmat e së kaluarës duke rindërtuar të tashmen. Marina ende bënte terapi 3 herë në javë me doktoreshën Teuta. Makthet vazhdonin. Kishte net kur zgjohej duke bërtitur, duke djersitur ftohtë, duke menduar se ishte ende në gropën e errët.
Danieli ishte gjithmonë pranë. E mbante, e qetësonte, i përsëriste se gjithçka ishte mirë tani. Se ajo ishte e sigurt. Dhe pak nga pak, krizat u bën më të rralla. Por kishte plagë që nuk ishin të dukshme. Marina kishte zhvilluar frikë nga vendet e mbyllura. Nuk arrinte të hynte në ashensor. Shmangte bodrumet dhe garazhet nëntoksore. Kishte vështirësi të besonte te njerëzit. Shikonte çdo fytyrë të panjohur sikur të ishte një kërcënim potencial. Doktoresha Teuta shpjegoi se ishte normale. Se do të duheshin vite që ajo të ndihej plotësisht e sigurt përsëri. Nëse do të ndihej ndonjëherë. Besa vazhdonte të ishte një prani e vazhdueshme në jetën e tyre. Danieli kishte përmbushur premtimin për të kujdesur për të dhe për gjyshen e saj. Pagoi të gjitha trajtimet mjekësore të gjyshes Drita, e cila kishte probleme me zemrën. E regjistroi Besën në një shkollë private të shkëlqyer. Dhe më e rëndësishmja, e trajtonte si pjesë të familjes. Marina, e cila nuk mund të kishte fëmijë për shkak të komplikacioneve të vjetra mjekësore, ishte lidhur me vajzën në një mënyrë të thellë. Shite tek ajo vajzën që nuk e pati kurrë. Dhe Besa, e cila ishte rritur pa nën, gjeti te Marina një figurë amtare që gjithmonë e kishte dëshiruar. Të dielave, ata hanin drekë së bashku. Besa e ndihmonte Marinën në kuzhinë, duke mësuar receta, duke biseduar për shkollën, për ëndrat, për jetën. Danieli vëzhgonte ato skena dhe ndjente zemrën t'i ngrohej. Në mes të gjithë tragjedisë, diçka e bukur kishte lindur. Një familje që nuk ishte e gjakut, por e zgjedhjes. Ishte në një nga ato pasdite të diela kur Marina mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ishte ulur në kopsht me Danielin, duke parë Besën të luante me qenin që kishin adoptuar së fundmi, kur tha me zë të ulët: "Dua të bëj diçka. Diçka që t'i jap kuptim gjithçkaje që ndodhi." Danieli i kapi dorën. "Çfarë ke në mendje?" Marina mori frym thellë. "Dua të krijoj një fondacion. Për të ndihmuar viktimat e tjera. Për të kërkuar njerëz të zhdukur. Për t'u dhënë mbështetje familjeve që po kalojnë atë që kaluam ne." Danieli e shikoi me admirim. "Je e sigurt? Kjo do të ekspozoj. Do të bëj të rijetosh gjithçka përsëri." Marina tundi kokën. "E di. Por nëse arri të ndihmoj të paktën një person të mos kaloj 7 vjet në një grop të errët, do të ketë vlejtur." Dhe kështu lindi fondacioni Mbill Shpresë. Danieli vendosi burime të konsiderueshme nga kompania e tij për të financuar projektin. Angazhuan një ekip të specializuar. Avokat, psikolog, hetues privat, punonjës social. Qëllimi ishte i qartë, të lokalizonin njerëz të zhdukur dhe t'u jepnin mbështetje emocionale dhe financiare familjeve. Lajmi për fondacionin u përhap shpejt. Qindra familje hynë në kontakt. Çdo histori ishte një thikë në zemër. Nëna që kërkonin vajzat që ishin zhdukur. Rrugës për në shkollë. Baballar që kërkonin djemt që dolën për të punuar dhe nuk u kthyen më. Vëllezër, kushërinj, miq. Një listë e pafund dhimbjeje dhe shprese. Marina i trajtonte personalisht shumë nga rastet. Dëgjonte historitë, u mbante duart njerëzve, qante bashkë me ta. Dhe pastaj i drejtonte te ekipi për të hetuar. Jo të gjitha rastet kishin fund të lumtur. Shumë zbuluan të vërteta të dhimbshme. Por disa patën të njëjtin përfundim mrekullues që pati Marina. Shpëtimi i parë ndodhi 3 muaj pas krijimit të fondacionit. Një e re 22 vjeçare, e zhdukur prej një viti, u gjet në kushte të ngjashme me ato të Marinës. E mbajtur në robëri, e droguar, duke pritur një fat të pasigurt. Kur ekipi i fondacionit, duke punuar së bashku me policin, arriti ta shpëtonte dhe ta kthente te familja, Marina qau për orë të tëra. Qau nga lehtësimi, nga lumturia, nga mirënjohja që mund të bënte një ndryshim. Danieli vëzhgonte Marinën të transformohej. Gruaja që ishte shpëtuar e thyer dhe e friksuar, por i linte si një luftëtare. Një lidere. Një zë për ata që nuk kishin zë. Dhe ai dashurohej me të përsëri çdo ditë. Nuk ishte i njëjti pasion si më parë. Ishte diçka më e thellë, më e vërtetë. E farkëtuar në dhimbje dhe në tejkalim. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kishte ditë kur Marina donte të hiqte dorë. Ditë kur pesha e dëgjimit të kaq shumë historive të trishta e rrëzonte.
Në ato ditë, Danieli ishte aty. I kujtonte pse kishin filluar. I kujtonte çdo jetë të shpëtuar. Dhe ngadalë, Marina gjente forca për të vazhduar. Besa, e cila tani ishte 12 vjeç, u përfshi gjithashtu në fondacion. Filloi duke ndihmuar me detyra të thjeshta. Të organizonte dokumente, të përgjigjej telefonatave, të bënte kafe për ekipin. Por Marina pa potencial tek ajo. Shihte atë të njëjtën vendosmëri që kishte vetë. Kështu që filloi t'i mësonte Besës për punën. E merrte në takime, i shpjegonte proceset, i tregonte se si çdo pjesë përshtatej. Ishte Besa që sugjeroi që fondacioni të krijonte një program specifik për fëmijët. Fëmijë që kishin humbur prindër ose familjar nga zhdukjet. Fëmijë që, si ajo, ishin rritur me këtë boshllëk në shpirt. Marinës ju duk ide geniale. Ngritën grupe mbështetëse, punëtori art-terapie, ndjekje psikologjike falas. Dhe pan 10 fëmijë të fillonin të shëroheshin. Një vit pas shpëtimit të Marinës, fondacioni kishte ndihmuar në lokalizimin e 15 personave të zhdukur. 8 ishin gjallë dhe u shpëtuan. 7 fatkeqësisht kishin ndëruar jetë, por të paktën familjet mund të kishin përgjigje dhe të bënin vajtimin siç duhet. Çdo rast trajtohej me respekt, përkushtim dhe dashuri. Historia e Marinës u bë libër. Një gazetare e quajtur Pranvera Koci propozoi të shkruante një biografi të autorizuar. Marina hezitoi në fillim. Nuk donte të shihej si viktim. Nuk donte që njerëzit të ndjenin keqardhje për të. Por Pranvera e bindi se nuk do të ishte për viktimizimin. Do të ishte për reziliencën. Për rindërtimin. Për transformimin e dhimbjes në qëllim. Libri i quajtur 7 vjet errësirë, një rilindje drite u lançua një natë me shitetori. Libraria ishte plot. Gazetar, kureshtar, familje që fondacioni kishte ndihmuar, të gjithë donin të ishin aty. Marina ishte nervoze. Danieli i mbante dorën duke i dhënë forcë. Kur erdhi koha e saj për të folur, u ngjit në skenën e vogël të montuar mes rafteve të librave dhe shikoi audiencën. Filloi duke folur për ditën kur u rrëmbye. Për 7 vjetët që kaloi duke menduar se bota e kishte harruar. Për momentin kur u gjedh. Dhe pastaj foli për Besën. Për vajzën guximtare që besoi në atë që askush tjetër nuk do të besonte. Për mënyrën se si ai fëmijë kishte ndryshuar jo vetëm jetën e saj, por të 10 njerëzve të tjerë. Besa ishte në rreshtin e parë, pranë gjyshes drita. Kur Marina e përmendi, të gjithë u kthyen ta shikonin. Vajza u skuq nga turpi, por gjithashtu dukshëm krenare. Gjyshja drita i kapi dorën Besës fort, syt i shkëlqenin nga lotët. Marina e përfundoi fjalimin duke thënë se libri nuk ishte vetëm i saj. Ishte i të gjithë njerëzve që zhduken çdo ditë. I të gjitha familjeve që mbeten pa përgjigje. I të gjithë atyre që refuzojnë të heqin dorën nga shpresa. Publiku duartrokiti në këmbë. Dhe Marina, për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se kishte gjetur vendin e saj në bollë. Libri shiti mira kopje në javët e para. Të ardhurat u transferuan të gjitha në fondacion. Me parat, zgjeruan operacionet. Hapën zyra në qytete të tjera të Shqipërisë. Pastaj në Kosovë. Dhe më pas në Maqedoninë e Veriut. Puna rritej në mënyrë eksponenciale. Por Marina bënte çmos të ruante prekjen personale. Vazhdonte të takonte familje. Vazhdonte të shkonte personalisht në disa shpëtime. Danieli shqetësoi. Mendonte se ajo po mbi ngarkohej. Por Marina thoshte se duhej ta bënte atë. Se çdo jetë e shpëtuar ishte një mënyrë për të shëruar plagën e saj. Ishte në një nga këto shpëtime që Marina pati një moment ndriçimi. Ishin në një operacion në Durrës, duke u përpjekur të lokalizonin një grua 35 vjeçare të zhdukur prej 2 vjetësh. Ekipi i fondacionit, duke punuar me policin, e kishte gjurmuar atë deri në një magazin të braktisur në rrethinat e qytetit. Kur hyn dhe gjetën gruan, gjallë por të dobësuar, Marina ishte e para që hyri. Gruaja ishte në tokë, e pistë, e dobët, e frikësuar. Kur pa Marinën, filloi të qante. Marina u gjunjëzua pranë saj, i kapi fytyrën me duar. Je e sigurt tani? Mbaroi. Do të kthehesh në shtëpi. Gruaja e kapi Marinën fort. Si e dinit? Si më gjetët?
Marina buzëqeshi përmes lotëve. Sepse dikush më gjeti mua. Dhe tani është radha ime të gjej të tjerët. Në atë moment, Marina e kuptoi plotësisht qëllimin e gjithçkaje që kishte kaluar. Nuk ishte rastësi. Nuk ishte vetëm vuajtje pa kuptim. Ishte përgatitje. Ishte transformim. Ishte universi që e formonte për të bërë pikërisht ajo që duhej të ishte. Një fener shprese për ata të humbur në errësirë. Kur u kthyen në Tiranë, Danieli vuri re se Marina ishte ndryshe. Kishte një paqe tek ajo që ai nuk e shihte prej kohësh. E pyeti se çfarë kishte ndryshuar. Ajo u përgjigj me thjeshtësi. Kam falur. Kë ke falur? Klodianin. Vasilin. Të gjithë ata. Jo sepse e meritojnë. Por sepse unë meritoj të jetoj pa e mbajtur këtë peshë. Danieli mbeti në heshtje. Ai ende nuk kishte arritur në atë pikë. Ende ndjente zemërim kur mendonte për vëllain. Por e admironte Marinën që ja kishte dalë. E dinte se një ditë, ndoshta, edhe ai do të arrinte aty. Vitet kaluan. Fondacioni u rrit dhe u bë referencë kombëtare në kërkimin e të zhdukurve. Marina jepte leksione, merrte pjesë në dokumentar, inspironte njerëz. Besa mbaroi shkollën e mesme me nota të shkëlqyera dhe vendosi të studionte psikologji, duke dashur të ndihmonte edhe më shumë përmes fondacionit. Gjyshja Drita, me shëndet të stabilizuar fal trajtimeve, filloi të punonte si vullnetare në kuzhinën komunitare që mbante fondacioni. Danieli shiti një pjesë të kompanisë së ndërtimit dhe filloi t'i përkushtoi plotësisht fondacionit gjithashtu. Zbuloi se kishte më shumë kënaqësi në shpëtimin e jetëve se sa në ndërtimin e pallateve. Dhe bashkë me Marinën formuan një dyshe të pathyeshme. Një pasdite dhjetori, 5 vjet pas shpëtimit të Marinës, ata ishin ulur në kopshtin e shtëpisë. Dielli perëndonte portokalli në horizon. Besa ishte brenda, duke studiuar për një provim. Qeni flinte në këmbët e tyre. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, kishte heshtje. Jo heshtja e rëndë e dhimbjes, por heshtja e lehtë e paqes. Marina mbështeti kokën në shpatullën e Danielit. Mendon se ja vlejti? Danieli i puthi majën e kokës. Asgjë nga ato që ndodhi nuk ja vlejti. Ti nuk e meritoje të kaloje atë. Askush nuk e meriton. Por ajo që ju bëtë me dhimbjen, mënyra si e transformuat në diçka më të madhe, kjo po, ja vlejti. Marina mbylli sytë. Ndonjëherë ende kam makthe. Ende zgjohem duke menduar se jam në atë grov. Dhe pastaj shikoj përreth, të shoh ty, shoh besën, shoh gjithçka që kemi ndërtuar dhe kuptoj se errësira nuk fitoi. Ne fituam. Danieli ja shtrëngoi dorën. Ne fituam. Dhe do të vazhdojmë të fitojmë. Një jetë në çdo kohë. Dhe kështu ata qëndruan duke parë diellin të perëndonte, duke e ditur se nesër do të lindte një ditë e re. Dhe me të mundësi të reja për të bërë ndryshim. Për të transformuar dhimbjen në shpresë. Për të mbjellë dritë aty ku më parë kishte vetëm errësirë. Udhëtimi nuk kishte qenë i lehtë. Plagët mbeteshin. Por bashkë me to vinte forca. Urtësia. Siguria se edhe në situatat më të këqija kishte gjithmonë një zgjedhje. Mund të lejonin tragjedin t'i përcaktonte ose mund ta përdornin për t'u ripërcaktuar. Dhe ata zgjodhen të ripërcaktoheshin. Çdo ditë. Në çdo shpëtim. Në çdo përqafim. Në çdo jetë të prekur. Sepse në fund nuk bëhej fjalë për atë që u ndodhi atyre. Bëhej fjalë për atë që ata bën duke u nisur nga ajo. Dhe ajo që bën ishte e jashtëzakonshme. Historia e Danielit dhe Marinës u bë simbol i reziliencës në të gjithë vendin. Por për ta nuk bëhej fjalë për simbolizëm. Bëhej fjalë për realitet. Për të zgjuar çdo ditë dhe për të zgjedhur të vazhdonin. Të zgjidhnin të luftonin. Të zgjidhnin të besonin se ja vlen. Dhe ndërsa dielli mbaronte së perënduari atë fund pasditeje dhjetori, ata e dinin se fitoria e vërtet nuk ishte në mbijetesë. Ishte në të mësuarit për të jetuar përsëri. Plotësisht. Intensivisht. Me mirënjohje. Sepse 7 vjet errësirë kishin mësuar vlerën e dritës. Dhe tani, ata ishin bartës të kësaj drite për të gjithë ata që ende endeshin në errësirë, duke pritur të gjendeshin. Shpresa, në fund të fundit, ishte e fundit që vdiste.
Dhe për sa kohë të kishte njerëz si Marina, Danieli dhe Besa në botë, shpresa nuk do të vdiste kurrë. Ajo do të mbillej gjithmonë. Do të kultivohej gjithmonë. Do të lulëzonte gjithmonë në vendet më të pamundura. Duke transformuar tragjeditë në triumfe. Dhimbjen në qëllim. Dhe errësirën në dritë. 10 vjet kishin kaluar që nga ajo e premte që ndryshoi gjithçka. 10 vjet që kur një vajzë e imët 11 vjeçare pati guximin të besonte në të pamundurën dhe të transformonte jetën e të gjithë atyre përreth. Kalendari shënonte një datë të veçantë. Ishte përvjetori i fondacionit Mbill Shpresë. Një dekadë pune të palodhur. Një dekadë jetësh të rindërtuara. Një dekadë shprese të mbjellë në zemrat më të plagosura. Ceremonia e festimit do të mbahej në auditorin kryesor të Universitetit të Tiranës. Më shumë se 500 njerëz konfirmuan praninë. Familje që fondacioni kishte ndihmuar. Vullnetar. Partner. Autoritetet. Gazetar. Dhe sigurisht 3 personat që kishin nisur gjithë këtë. Danieli, Marina dhe Besa. Marina u zgjua herët atë mëngjes. Edhe pas gjithë këtyre viteve, ende kishte net kur makthet ktheheshin. Por tani ishin të rralla, të largëta, pothuajse si jehona të një jete që dukej se i përkiste një personi tjetër. U ngrit me kujdes për të mos zgjuar Danielin, i cili flinte thellë pranë saj. Shkoi te dritarja dhe hapi perdet. Dielli fillonte të lindte, duke ngjyrosur qiellin me tone rozë dhe portokalli. Tirana zgjohej ngadalë, si gjithmonë. Dhe ajo mori frym thellë, duke ndier mirënjohje që ishte gjallë për të parë një agim tjetër. Danieli u zgjua disa minuta më vonë. Gjeti Marinën ende të ndalur te dritarja, të humbur në mendime. U afrua nga pas dhe e përqafoi me dashuri. Je nervoze për sot? Marina u mbështet tek ai. Pak. Janë shumë gjëra për t'u përpunuar. 10 vjet. 137 persona të gjetur. 82 ende gjallë. Mira familje të ndihmuara. Ndonjëherë pyes veten nëse kjo është reale apo nëse do të zgjohem dhe do të zbuloj se ishte gjithçka një ëndër. Danieli i puthi majën e kokës. Është reale. E gjithë kjo është shumë reale. Dhe është vepra jote. Marina u kthye për ta parë. Jona. Është vepra jon. E jotja, e imja, e Besës, e çdo personi që besoi në këtë projekt. Vetëm unë nuk do të kisha arritur asgjë. Ata që ndruan aty të përqafuar për disa minuta, vetëm duke ndier praninë e njëri tjetrit. Pas gjithë atyre që kaluan, kishin mësuar të vlerësonin momentet e thjeshta. Një përqafim. Një heshtje e përbashkët. Ndjesia e sigurisë së të qenit bashkë. Besa erdhi për mëngjes tashmë e rregulluar. Tani 21 vjeç, duke ndjekur vitin e fundit të psikologjisë, ajo ishte bërë një ere e sigurt, e artikuluar dhe thellësisht e përkushtuar ndaj kauzës së fondacionit. Flokët, dikur gjithmonë të shpupurishur, tani ishin të kujdesur me dashuri. Rrobat, dikur shumë të mëdha, tani zgjidheshin me vëmendje. Por syt mbeteshin të njëjtë. Ata sy serioz, të vjetër, që shinin përtej paraqitjeve. Mirëmëngjes, familje. Besa buzëqeshi duke u ulur në tryezë. Jeni gati për ditën e madhe? Marina i shërbeu kafe. Jemi. Po ti? Si po ndihesh? Besa mori një fet bukë. Krenare. E lumtur. Dhe gjithashtu mendueshme. Mbrëm po shikoja foto të vjetra. Nga koha kur filloi gjithçka. Isha aq e vogël. Mezi kuptoja se çfarë po ndodhte. Dhe tani shikoj gjithçka që kemi ndërtuar dhe mbetem e mahnitur. Danieli u ul me toti e di që asgjë nga kjo nuk do të ekzistonte pa ty, apo jo. Besa e largoi vështrimin me modesti. Unë vetëm bëra atë që duhej bërë. Çdo kush do të bënte të njëjtën gjë. Marina tundi kokën. Jo, Besa. Çdo kush nuk do ta bënte. Ti ishe 11 vjeç dhe pate guximin që të rriturit nuk e patën. Ti besove instinktit tënd kur të gjithë përreth injoronin sinjalet. Dhe mbi të gjitha, ti besove se një jetë mund të shpëtohej. Kjo nuk është gjë e vogël. Besa buzëqeshi, syt i shkëlqenin. Atëherë mendoj se kemi formuar një ekip të mirë.
Më të mirin, ra dakord Danieli. Mbaruan mëngjesin duke biseduar për përgatitjet për ceremoninë. Marina do të rishikonte fjalimin edhe një herë. Danieli do të kontrollonte nëse të gjithë të nderuarit ishin konfirmuar. Besa do të kujdesej për prezantimin e videos për kujtimore që kishin përgatitur. Ndërsa rregulloheshin secili në dhomën e tij, Marina u ndal para pasqyrës. Vëzhgoi reflektimin e saj. Shenjat e kohës ishin aty. Fije të bardha që fillonin të shfaqeshin në flokë. Rrudha delikate rreth syve. Por kishte diçka më shumë. Një shkëlqim që nuk ekzistonte më parë. Një forcë që vinte nga brenda. Ajo nuk ishte më gruaja që u rrëmbye 10 vjet më parë. Ishte dikush i ri. Dikush i farkëtuar në dhimbje por i rilindur në shpresë. Veshi një fustan blu të errët të thjesht por elegant. I mblodhi flokët në një topuz të ulët. Vuri vathet që Danieli ja kishte dhuruar për ditëlindje. Dhe kur u pa përsëri në pasqyrë, pa një të mbietuar. Një luftëtare. Një grua që kishte parë errësirën dhe kishte vendosur të krijonte dritë. Kur arritën në auditorin e universitetit, 3 orë para fillimit të eventit, ekipi i fondacionit ishte tashmë aty duke organizuar gjithçka. Banera me logon të varura. Karrige të rreshtuara. Ekrani i madh i montuar për prezantimin. Lule që dekoronin skenën. Gjithçka ishte perfekte. Pranvera Koci, gazetarja që kishte shkruar biografinë e Marinës dhe tani punonte si drejtoresh komunikimi e fondacionit, erdhi me vrap kur i pa. Të arrinin. Faleminderit Zotit që erdhët. Kam 1000 gjëra për të rishikuar. Marina, fjalimi yt është gati? Daniel, i konfirmove të nderuarit? Besa, videoja po funksionon mirë? Ata qeshen me ankthin e saj, por konfirmuan se gjithçka ishte nën kontroll. Pranvera lëshoi një pëshertim lehtësimi dhe u kthye të vraponte nga njëra anë në tjetrën, duke u siguruar që çdo detaj të ishte i patëmedh. Dyert u hapën në orën 2 pasdite. Njerëzit filluan të hynin. Familje të tëra. Disa të veshur zyrtarisht, të tjerë me rroba më të thjeshta. Por të gjithë me të njëjtën shprehje. Mirënjohje. Shpresë. Përkatësi. Marina përshëndeste çdo person që hynte. Përqafonte. Dëgjonte histori. Disa familje i njihte personalisht, kishin punuar së bashku në raste specifike. Të tjera po i takonte për herë të parë. Por të gjitha ndanin diçka të përbashkët. Fondacioni kishte prekur jetët e tyre në një farë mënyre. Një zonjë me flokë të bardhë, e mbështetur në një bastun, ju afrua Marinës me lot në sy. Zonja Marina, duhet t'ju falenderoja personalisht. Ju gjetët vajzën time. Pas 4 vjetësh pa lajme, mendoja se nuk do ta shija më kurrë. Por ju nuk hoqët dorë. Dhe tani ajo është këtu me mua. Pranë zonjës, një e re rreth të 25 buzëqeshi me ndrojtje. Marina i përqafoi të dyja fort, duke ndjerë zemrën e saj të shtrëngohej. Ne vetëm bëm atë që ishte e drejtë. Gëzohem që jeni përsëri bashkë. Zonja i kapi fytyrën Marinës me duar që i dridheshin. Ju jeni një engjëll. Një engjëll i vërtetë. Marina tundi kokën. Nuk jam engjëll. Jam thjesht dikush që ka kaluar të njëjtën vuajtje dhe ka vendosur që askush tjetër nuk duhet ta kalonte vetëm. Kur më në fund të gjithë u rehatuan dhe ceremonia filloi, heshtja pushtoi auditorin. Pranvera u ngjit në sken për të bërë hapjen. Foli shkurtimisht për historinë e fondacionit. Për mënyrën se si gjithçka filloi me një tragjedi personale dhe u transformua në një lëvizje me shtrirje kombëtare. Dhe pastaj thiri Marinën në sken. Marina u ngjit në shkallë me këmbë që i dridheshin. Pavarësisht se sa herë fliste në publik, ende bëhej nervoze. U pozicionua pas mikrofonit. Shikoi audiencën. Qindra fytyra që shikonin pas. Shpresë dhënëse. Të vëmendshme. Të pranishme. Mori frymë thellë dhe filloi. 10 vjet më parë, unë isha në një vend shumë të errët. Fjalë për fjalë. Kalova 7 vjet të jetës sime në një grop, e droguar, e harruar, duke menduar se bota më kishte braktisur. 7 vjet është kohë e gjatë. Kohë e mjaftueshme për të humbur shpresën. Për të harruar se kush je. Për të pranuar se ajo vuajtje ishte gjithçka që kishte mbetur nga jeta jote.
Ajo bëri një pauzë. Emocioni filloi t'i shtrëngonte fytin, por vazhdoi. Por pastaj u shfaq një vajzë. Një fëmijë 11 vjeçar që nuk më njihte. Që nuk më detyrohej asgjë. Që thjesht mund të kishte injoruar sinjalet dhe të kishte vazhduar me jetën e saj. Por ajo nuk injoroi. Ajo hetoi. Ajo besoi. Dhe ajo pati guximin t'i tregonte dikujt që mund të bënte një ndryshim. Ajo vajzë më shpëtoi jetën. Dhe duke bërë këtë, ajo jo vetëm më solli përsëri. Ajo nisi diçka shumë më të madhe. Marina shikoi Besën, e cila ishte ulur në rreshtin e parë. E reja kishte syt plot lodh. Besa, a mund të ngjitesh këtu, të lutem? Besa hezitoi, por gjyshja drita, e ulur pranë saj, i dha një shtytje të butë. E reja u ngrit dhe u ngjit në skenë. Marina e përqafoi fort para se të vazhdonte. Kjo e re nuk është vetëm arsyeja pse unë jam gjallë sot. Ajo është frymëzimi pas gjithçkaje që bëjmë. Sepse nëse një fëmijë 11 vjeçar pati guximin të përballej me frikën dhe të bënte atë që ishte e drejtë, atëherë ne, të rriturit, nuk kemi justifikim për të mos bërë të njëjtën gjë. Fondacioni Mbill Shpresë ekziston sepse Besa na tregoi se një person i vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Se të besosh është hapi i parë. Dhe se asnjë jetë nuk është aq e parëndësishme për të mos u shpëtuar. Publiku duar trokiti. Besa fshiu lotët, dukshëm e emocionuar. Marina vazhdoi. Në këto 10 vjet kemi arritur të lokalizojmë 137 persona të zhdukur. 82 ishin gjallë dhe mundën të ktheheshin te familjet e tyre. 55 fatkeqësisht kishin ndëruar jetë, por të paktën familjet e tyre mundën të kishin përgjigje dhe të bënin vajtimin siç duhet. Kemi ndihmuar më shumë se 3000 familje. Kemi dhënë mbështetje psikologjike, financiare, juridike. Kemi krijuar grupe mbështetëse. Programe për fëmijë. Fushata ndërgjegjësimi. Dhe asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur pa guximin e një vajze dhe bujarinë e çdo personi që besoi në këtë projekt. Danieli ishte në audiencë duke vëzhguar Marinën me krenari. Ajo kishte përshkuar një rrugë të paimagjinueshme. Nga viktim në lidere. Nga mbjetuar në frymëzim. Dhe ai ndihej i privilegjuar që ishte pranë saj në çdo hap të këtij udhëtimi. Marina e shikoi drejt për drejt ndërsa fliste. Dhe burrit tim, Danielit. Njeriut që nuk hoqi kur dorë së më kërkuari edhe kur të gjithë thoshin se ishte e kodë. Njeriut që transformoi dhimbjen në qëllim. Që vendosi burime, kohë, dashuri dhe përkushtim në këtë projekt. Që më mbajti në ditët kur doja të hiqja dorë. Dhe që më kujtoi çdo ditë se ja vlente të vazhdoja. Danieli ndjeu lotët e tij të binin. Tundi kokën diskretisht, i path të fliste. Marina e përfundoi fjalimin. Ky fondacion nuk është i imi. Nuk është i Danielit. Nuk është i Besës. Ky fondacion është i çdo familjeje që ka kaluar dhimbjen e zhdukjes. I çdo personi që refuzoi të hiqte dorë. I çdo vullnetari që dhuroi kohë. I çdo donatori që kontribuoi financiarisht. I çdo profesionisti që punon me ne. Ky fondacion është i të gjithëve ne. Dhe për sa kohë të ketë një person të vetëm të zhdukur në Shqipëri, për sa kohë të ketë një familje të vetme që pret përgjigje, ne do të jemi këtu. Duke mbjellë shpresë. Duke ndezur dritë në errësirë. Duke provuar se askush nuk harrohet për sa kohë të ketë dikë të gatshëm të kërkojë. Publiku u ngrit në këmbë. Duartrokitjet ishin shurdhuese. Marina dhe Besa u përqafuan në skenë duke qarë. Danieli u ngjit për t'u bashkuar me to. Dhe aty, të tre qëndruan të përqafuar ndërsa qindra njerëz duartrokisnin në këmbë, shumë duke qarë gjithashtu, të gjithë duke ndjer forcën e atij momenti. Pas fjalimit u shfaq videoja përkujtimore. Imazhe nga 10 vitet e punës. Foto të njerëzve të shpëtuar. Dëshmi të familjeve. Numra impresionues. Dhe në fund, një montazh emocionues që tregonte Marinën ditën kur u gjet, e brish dhe e frikësuar, në kontrast me Marinën e sotme, të fortë dhe të vendosur. Kur videoja mbaroi, pati një valë duartrokitjesh edhe më të madhe. Më pas, filluan homazhet. Familjet që fondacioni kishte ndihmuar u ngjitën në skenë për të falënderuar. Çdo histori ishte unike. Çdo falënderim ishte i sinqertë.
Dhe çdo fjalë përforconte qëllimin e gjithçkaje që kishin ndërtuar. Një nën, duke mbajtur dorën e vajzës së saj adoleshente që ishte shpëtuar 2 vjet më parë, foli me zë të dridhur. Ju ma kthyet vajzën time. Kur ajo u zhduk, humba tokën nën këmbë. Nuk arrija të haja, të flija, të jetoja. Mendova se nuk do ta shija më kurrë. Por ju nuk hoqët dorë. Hetuat. Kërkuat. Dhe e sollët përsëri. Nuk kam fjalë për të falënderuar. Mund të them vetëm se ju shpëtuat 2 jetë. Të sajën dhe timen. Një baba, me syze dhe flok të thinjur, ndau se si fondacioni I kishte dhënë mbështetje psikologjike atij dhe gruas së tij pasi zbuluan se djali I tyre, I zhdukur prej 3 vjetësh, fatkeqësisht nuk do të gjendej I gjallë. Ju na ndihmuat të bënim vajtimin. Të kuptonim se nuk ishte faji ynë. Të gjenim paqe edhe pa pasur të gjitha përgjigjet. Ndjekja psikologjike që morëm shpëtoi martesën tonë. Shpëtoi shëndetin tonë mendor. Ju u kujdeset për ne kur ishim plotësisht të humbur. Dhe kjo nuk ka çmim. Historitë vazhduan. Secila më prekse se tjetra. Marina dëgjonte gjithçka me vëmendje, duke ruajtur çdo fjalë në zemër. Kjo ishte arsyeja e gjithçkaje. Ato jetë të prekura. Ato familje të rindërtuara. Ajo shpresë e rinovuar. Në fund të ceremonisë, gjyshja drita u ftua në skenë. Në moshën 79 vjeç, ende e kthjellët dhe energjike pavarësisht problemeve shëndetësore, ajo eci ngadalë drejt mikrofonit. Besa e shoqëroi duke I mbajtur krahun me kujdes. Gjyshja drita shikoi audiencën dhe buzëqeshi. Unë jam vetëm një plak e thjeshtë. Nuk kam shkollë. Nuk kam para. Kam kaluar jetën duke larë rroba, duke bërë pastrime, duke rritur mbesën time pasi vajza ime u zhduk. Jeta nuk ka qenë e lehtë. Por Zoti gjithmonë është kujdesur për ne. Dhe kur Besa e gjeti zonjën Marina, unë e dija se Zoti kishte një plan më të madh. Besa ime, kjo vajzë që po e shihni këtu kaq e bukur dhe e formuar, ajo gjithmonë ka qenë e veçantë. Që e vogël. Shihte gjëra që të tjerët nuk I shihnin. Ndjente gjëra që të tjerët nuk I ndjenin. Dhe atë ditë, kur më tha se kishte gjetur një grua të gjallë në një grop, unë besova. Sepse Besa nuk më ka gënjur kurrë. Dhe sot, duke parë gjithë këtë, duke parë sa jetë janë shpëtuar, sa familje janë ribashkuar, unë mund të falenderoj vetëm Zotin që më dha një mbes kaq të veçantë. Dhe të falenderoj Zotin Daniel dhe zonjën Marina që na kanë pranuar si familje. Sepse ju jeni familje. Me të vërtetë. Gjyshja drita filloi të qante. Besa e përqafoi. Marina u ngjit gjithashtu në skenë dhe I përqafoi të dyja. Danieli ju bashkua përqafimin. Dhe aty, në skenë, në nduartrokitjet e emocionuara të qindra njerëzve, ajo familje që nuk ishte e gjakut, por e zgjedhjes festoi gjithçka që kishin ndërtuar së bashku. Kur ceremonia mbaroi dhe njerëzit filluan të dilnin, shumë u ndalën për të biseduar, për të falënderuar edhe një herë, për të bërë foto. Marina, Danieli dhe Besa qëndruan deri në fund, duke përshëndetur çdo person, duke dëgjuar çdo histori, duke ndarë çdo përqafim. Ishte tashmë natë kur më në fund dolën nga auditori. Qielli ishte me yje. Ajri I ftohtë karakteristik I Tiranës u freskonte fytyrën. Ata ecën në heshtje drejt makinës, të raskapitur por të lumtur. Rrugës për në shtëpi, Danieli I jepte makinës ndërsa Marina shikonte nga dritarja. Besa, në sediljen e pasme, lëvizte në celular duke ju përgjigjur mesazheve të urimit që nuk pushonin së ardhuri. Marina theu heshtjen. E di se çfarë po mendoja? Danieli e shikoi shpejt para se të kthente vëmendjen në rrugë. Çfarë? Se ja vlejti. E gjithë vuajtja, e gjithë dhimbja, e gjithë frika. Ja vlejti sepse çoi në këtë. Në këtë moment. Në këtë familje. Në këtë qëllim. Nëse do të mund të kthehesha pas dhe të shmangja gjithçka që ndodhi, nuk e di nëse do ta bëja. Sepse atëherë asgjë nga kjo nuk do të ekzistonte. Danieli I kapi dorën. Ti nuk e meritoje të kaloje atë. Por e admiroj forcën tënde për të transformuar tragjedinë në triumf. Besa u përkul përpara, duke mbështetur krahët në mbështetëset e sediljeve të përparme. Dhe unë ju admiroj ju të dyve që më dhatë një familje. Që besuat tek unë kur isha vetëm një fëmijë I pabesuar.
që më treguat se një jetë mund të bëjë ndryshim. Marina u kthye për të parë Besën. Ti gjithmonë ke bërë ndryshim. Që nga dita e parë. Kur arritën në shtëpi, hynë së bashku. Vila ishte e ndriçuar, mikpritse. Nuk kishte më fantazma aty. Vetëm kujtime të mira. Qeni erdhi me vrap për t'i pritur duke tundur bishtin. Ata u rehatuan në salon, të lodhur por të kënaqur. Danieli shërbeu verë për veten dhe Marinën. Lëng për Besën. Bën dolli. Për 10 vjet punë. Për 137 jetë të gjetura. Për 3000 familje të ndihmuara. Dhe për shumë vite të tjera përpara. Ata përplasën gotat dhe pinë. Dhe pastaj qëndruan aty duke biseduar për ditën, duke qeshur me momente qesharake, duke komentuar për njerëzit që kishin takuar. Ishte një natë e zakonshme. Por në të njëjtën kohë, ishte e jashtëzakonshme. Sepse përfaqësonte gjithçka që kishin arritur. Normalitetin. Paqen. Lumturinë e thjeshtë të qenit bashk. Më vonë, kur Besa tashmë kishte shkuar të flinte dhe Danieli po dremiste në divan, Marina doli në kopsht. Ajri i ftohtë i natës e bëri të dridhej, por ajo nuk u shqetësua. U ul në stolën prej druri që kishin vendosur pranë trëndafilave. Shikoi qiellin me yje. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, i lejoi vetes të kujtonte. Kujtoi ditën kur u rrëmbye. Frikën. Dhimbjen. Vetmin. Kujtoi netët e pafundme në errësirë. Herët kur donte të hiqte dorë. Herët kur lutej që të mbaronte. Kujtoi momentin kur u gjedh. Konfuzionin. Lehtësimin. Shokun e zbulimit se kishte kaluar 7 vjet në atë vend. Dhe pastaj kujtoi gjithçka që erdhi më pas. Rikuperimin. Terapin. Dashurinë e Danielit. Ardhjen e Besës në jetët e tyre. Krijimin e fondacionit. Çdo jetë të shpëtuar. Çdo familje të ribashkuar. Çdo buzëqeshje mirënjohjeje. Çdo lot lehtësimi. Lotët filluan të binin. Por nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot çlirimi. Pranimi. Mirënjohjeje që kishte mbijetuar. Që kishte tejkaluar. Që kishte transformuar. Danieli u shfaq në derë, pa Marinën duke qarë në kopsht dhe shkoi tek ajo. U ul pranë saj. Nuk tha asgjë. Vetëm e përqafoi. Dhe ata qëndruan aty në yje, dy të mbijetuar që kishin zgjedhur jo vetëm të jetonin, por të jetonin plotësisht. Vitet vazhduan të kalonin. Fondacioni u arrit edhe më shumë. Hapën zyra në qarqe të tjera. Trajnuan ekipe të specializuara. Krijuan protokolle kërkimi më efikase. Zhvilluan partneritete me autoritete ndërkombëtare. Puna nuk ndalonte kurrë. Sepse zhdukja e njerëzve nuk ndalonte kurrë. Besa u diplomua në psikologji me nota të shkëlqyera. Bëri master për traumën dhe rikuperimin. Dhe u kthye të punonte me kohë të plot në fondacion duke drejtuar departamentin e mbështetjes psikologjike. Teza e saj mbi reziliencën të viktimat e rrëmbimeve afatgjata u publikua dhe u bë referencë në fushë. Gjyshja drita jetoi edhe 7 vjet pas ceremonisë së 10 vjetorit. U nda nga jeta duke fjetur e qetë, duke e ditur se mbesa e saj ishte në duar të sigurta. Funerali ishte i vogël por i emocionuar. Marina dhe Danieli ishin aty duke mbajtur Besën ndërsa ajo i jepte lamtumirën gjyshes. Dhe në pllakën e varrit bashkë me emrin dhe datat shkruan, grua me besim që rriti një heroin. Danieli dhe Marina u plakën së bashku. Flokët u bën krejtësisht të bardhë. Rrudhat u thelluan. Hapat u bën më të ngadalë. Por dashuria u rrit. Çdo vit. Me çdo sfidë të tejkaluar. Me çdo fitore të festuar. Një pasdite vjeshte, 20 vjet pas shpëtimit të Marinës, ata ishin ulur në të njëjtën stol kopshti. Besa ishte martuar së fundmi dhe ishte shtatzën me fëmijën e parë. Fondacioni sapo kishte përmbushur shifrën e 500 personave të lokalizuar. Dhe Marina, duke parë Danielin me atë buzëqeshjen që ai e donte, tha: "Faleminderit." Danieli rrudhi ballin. "Pse? Që nuk hoqe kur dorë nga unë. Që transformove dhimbjen në diçka të bukur. Që më dhe një jetë që ja vlen të jetohet."
Danieli i puthi ballin. Unë të falenderoj. Që mbijetove. Që luftove. Që je ajo që je. Dhe aty, në atë kopsh që dëshmoj kaq shumë transformime, ata mbetën. 2 shpirtra që kishin kaluar ferin dhe kishin zgjedhur të ndërtonin parajsën. Jo një parajsë perfekte, pa dhimbje apo sfida, por një parajsë reale e bërë nga dashuria, qëllimi dhe shpresa. Historia e tyre nuk ishte për një fund të lumtur në kuptimin tradicional. Ishte për rindërtimin, për zgjedhjet, për transformimin e plagëve në urtësi dhe tragjedisë në trashëgimi. Dhe ndërsa dielli perëndonte edhe një herë mbi Tiranë duke pikturuar qiellin me ngjyra të pamundura, Marina dhe Danieli e dinin se e kishin përmbushur qëllimin. Jo vetëm mbijetuan. Ata jetuan. Dhe duke jetuar, frymëzuan qindra njerëz të tjerë të bënin të njëjtën gjë. Sepse në fund, fitoria e vërtet nuk ishte në shmangjen e vuajtjes. Ishte në kalimin përmes saj dhe në daljen nga ana tjetër më të fortë, më të dhëmshur, më njerëzor. Dhe këtë fitore, ata e kishin arritur. Së bashku. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Danielit, Marinës dhe Besës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim të i kalimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju shënoi më shumë. Ishte guximi i Besës? Rezilienca e Marinës? Dashuria e palëkundur e Danielit? Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, duke treguar se edhe në situatat më të vështira, gjithmonë ka shpresë. Jeta mund të na rrëzojë, por ne kemi zgjedhjen të ngrihemi. Dhe kur ngrihemi, mund të rindërtojmë jo vetëm jetën tonë, por të ndihmojmë të tjerët të rindërtojnë të tyren. Ky është mesazhi që duam të lëmë. Mos hiqni dorë kurrë. Mos pushoni kurrë së besuari. Dhe mos e nënvlerësoni kurrë fuqinë e një personi të vetëm për të bërë ndryshim në botë. Ju presim në episodin tjetër me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.